Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar miq, mirë se erdhët në Repolitiks. Në mbrëmjen e sotme do të flasim për luftën në Iran, armëpushimin tashmë të arritur dhe që duket se palët do duhet të tregojnë edhe vullnetin për ta çuar deri në fund për një periudhë kohore rreth 2 javë, pra armëpushimi mes SBA-s dhe Iranit. Por duket se situata në orët e mbrëmjes është përkesuar për shkak në fakt të sulmeve të Izraelit në Liban, që me sa duket kanë acaruar Teheranin, zyrtar që rrezikon të riblokojë edhe një herë kanalin e Hormuzit për shkak të sulmeve, ndërkohë që Izraeli dhe SBA kanë bërë ditur se Libani nuk futet në armëpushimin dhe në çështjen që SBA ka me Iranin. Megjithatë, sulmet kanë qenë vërtet tronditëse, bëhet fjalë mbi 200 të vdekur sot në kryeqytetin e Libanit, ndërsa situata vazhdon të mbetet problematike, pra kemi të bëjmë me një armëpushim mjaft të brisht. Gjithsesi, për momentin nuk shënohen sulme të ndërsjellta mes SBA-s dhe Iranit. Për të folur për këtë temë ne do të diskutojmë gjëre gjatë, por duke e parë edhe në një aspekt tjetër, pasojat e krizës ekonomike globale që padyshim kanë prekur edhe ekonominë shqiptare. Sot çmimi i naftës në Shqipëri ka rënë shumë pak, vetëm 4 lekë, ndërsa në botë paktën është folur se ka patur një rënje të çmimit të naftës bruto më të ndjeshme se sa është reflektuar në Shqipëri. Por gjithsesi, nëpërmjet një analize ne do të shohim se cilat kanë qenë deri tani pasojat e luftës dhe nëse konflikti vazhdon të zgjatet, cilat do të ishin pasojat për ekonominë shqiptare. Pa humbur kohë, nis me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Faik Basha. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Basha. Gjithashtu kam të ftuar zotin Sokol Koni. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Sokol, kënaqësi që të kam në studio. Endri Tafani, mirëmbrëma, mirë se erdhe Endri. Si dhe Ergis Sefa, mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Sefa. Kënaqësi, ekspert ekonomik dhe mjaft interesant me analizat e kësaj lufte. Më duket se Ergis, lufta nuk ishte e keqe për ty në kuptimin e evidentimit mediatik paktën. Po, momentet e krizave janë gjithmonë momente edhe mundësisht mëdha. Fatkeqësisht për ne jemi si vend, jemi në anën e deri tani të humbësve. Okej, pse jemi në anën e për efektet që po na jep dhe mbi gjitha për efektet që ne presim të na japin në qershor, pa dashur ta bëjmë alarmante, por ne jemi në ato vende që goditemi në një sër sektorësh fatkeqësisht. Mirë, ne do rikthehemi fillimisht të aspektit strategjik dhe ushtarak, ndërkohë me ne është bashkuar në këtë çast dhe zoti Ilir Aliaj, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Aliaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi, në fakt vetëm për të ngacmuar pak se ne kemi bërë një bisedë para disa ditësh dhe më the që rreth datës 5-6 prill pritej të përfundonte lufta. Nuk e di e kishe për këtë që po ndodh tani, apo në një farë mënyrë prisi diçka tjetër? Jo, shiko, ka disa element, duhet përmend që presidenti Trump ka pasur para rreth një jave një bisedë telefonike edhe me Papa Leon, ku i ka kërkuar, Papa Leo i ka kërkuar që ta ndërpres luftën dhe i ka premtuar që do ndërpres shumë shpejt, pra, dhe brenda këtyre datave, domethënë. Po. Por njëkohësisht duhet shohim edhe se çfarë ka ndodhur realisht në këtë një muaj e pak ditë nga fillimi i luftës. Sot kanë dalë edhe disa informacione shtesë se si kanë hyrë Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftë. Së bashku ne kemi përmendur disa herë që në emisionet që kemi zhvilluar që kjo nuk është lufta e Amerikës dhe kjo luftë Amerika ka hyrë por pa një qëllim konkret. Ja, për shembull, edhe ajo shtyrja e fatit 2 javor, pra ky pushimi i zjarrit, pra i luftës për 2 javë, pyetja që shtrohet gjithandej është, okay, po pushon lufta, por cili ishte qëllimi i kësaj luftës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Okay. Dhe po të pyesësh edhe njohës shumë të mirë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përsëri gjithë ngrejnë supet dhe thonë që kjo nuk ishte një luftë e Amerikës, ishte
pa një qëllim, pa një strategji afat gjatë, apo afat mesëm, apo edhe afat shkurtër. Dhe Mirë. kjo është ajo megjithatë e rëndësishme është që lufta të mbarojë. Ilir, dhe diçka shumë shkurt për datat, meqenëse kanë rëndësinë e tyre simbolike. Është folur data 9 prill, madje edhe vetë izraelitët e nxorën këtë datë. Kemi të bëjmë pikërisht me atë datë, fakti që kemi një armëpushim tani, apo ka qenë rastësi? Jo, ka edhe një event tjetër shumë të rëndësishëm, Po? se mas disa ditësh presidenti Trump do udhtoj për në Pekin. Po? Dhe Kina është folur si një nga vendet që ndikoi shumë në këtë armëpushim. Patjetër që po, Në ç'më mënyrë? që po. Në ç'më mënyrë? Po, ato kinezët, sipas raporteve, kanë bindur iranianët që të pranojnë atë marrëveshjen e ofruar nga Pakistani, më falni, mbrëm, për këtë armëpushimin dyjavor. Duhet për telespektatorët të rikthejnë në vëmendje edhe një tentativë tjetër po nga Pakistani, nga kryeministri i Pakistanit, para rreth një jave, ku Pakistani kërkonte nga 3 palët në luftim, kërkonte që të ishte një armëpushim prej 45 ditësh, por kjo u holl poshtë me një herë nga Irani, të cilët kërkuan jo një armëpushim, por një përfundim Të plot të luftës, dhe duke vendosur ato kushtet që ato i kanë vendosur për mështicën e Hormuzit, për dëmshpërblimet, ndalimin e luftës jo vetëm në Iran, por edhe në Liban dhe Houthit, pra në Yemen, në Gaza me Hamasin, pra i kanë qenë 10 kushtet që ka vendosur Irani. Të cilat ne do i shohim. Dhe Irani nuk i pranoi. Do t'i shohim dhe këtu, do ta nisja me njerë fillimisht me Endrin. Endri, dhe te kjo pikë le ta mbajmë diskutimin fillimisht. Nuk pranoi armëpushimin 45 ditor dhe pranon armëpushimin dyjavor. Pse? Ishte presioni madh amerikan që e detyroi Iranin? Po, normal, jo vetëm presioni madh amerikan, po njëkohësisht presioni edhe nga partnerët, në kuptimin u fol këtu, pra e foli Liri për pjesën e Kinës, e cila gjithashtu bëri presion mbi Iranin, sepse me atë çmim që po shkonte nafta, pra 140, 150 që mund të shkojë fuqia, normalisht edhe Kina, e cila është manufaktura e botës, fillon të kishte edhe ajo problemet e veta. Sepse, mund të thuash që nuk është se Irani është, po themi, ai që mbulon 100% nevojat e Kinës. Po. Por tregu i naftës është global, kështu që mjafton të rritet çmimi, domethënë edhe gjithë nafta që merr Kina, normalisht në këtë rast është naftë me çmim goxha të lartë. Kjo bëri Kinën që të ndërhynte për të pranuar këtë armëpushim, për cilin duhet të thënë që akoma nuk ka një informacion plot, sepse çfarë do lloj lajmi që del duke sikur përgjigjëstrohet pastaj. Po, çfarë dim deri tani, se unë kam një kronik që armëpushimi është në rrezik, por doja një koment të parë. Është realisht në rrezik apo kemi të bëjmë me, le të themi, me fërkime që gjithsesi nuk e cënojnë armëpushimin? Po, pikpyetja e madhe është a përfshihet çështja e ndërhyrjes së Izraelit në Liban në këtë situatë, domethënë në këtë armëpushim. Sipas iranianëve, po, pra ky armëpushim përfshin edhe veprimet e Izraelit në Liban, sipas Netanyahut jo, dhe sipas zëdhënëses shtëpisë Bar që foli para një ore, tha jo, nuk ka lidhje, bile edhe vetë Trump tha nuk ka lidhje çështja e Hezbollahve me çështjen e ndërhyrjes aty. Ndërkohë që në ana tjetër Irani thotë që unë do marrë veprime për të mbyllur ngushticën, pra nuk e hap ngushticën, nëse nuk ndalon edhe, po themi, ndërhyrja e Izraelit në Liban. Gjë që të lind pikpyetje e madhe është pjesë e kësaj marrëveshje e këtyre. Si ndahet kjo tani? Nuk ka ndonjë, duhet të shohim çfarë thon kinezët. Për momentin Izraeli është akoma duke ndërhyrë në Liban ndaj Hezbollahve. Duke sikur nuk ka ndërmend të ndalojë. Nga ana tjetër, ka pasur sot në mëngjes, ka pasur sulm nga ana e Iranit në drejtim të Kuvajtit, në drejtim të Emirateve Arabe. Edhe sot? Edhe sot. Po nuk është shkelje e armëpushimit kjo? Kjo është pikpyetje tjetër. Domethënë, ka pasur një shkelje sepse është goditur në raketa, po themi, dhe me dron, Emiratet Bashkuara Arabe, Kuvajti, Katari,
bile një dron ka goditur dhe njëna tubacionet kryesore të naftës në Arabinë Saudite. Dronet të nisura nga Irani. Ndërkohë që janë kundërpërgjigjur vendet arabe, Emiratet Arabe të tjera kanë goditur një pjesë të, pra është një ishull që është midis Emirateve Arabe dhe po themi dhe Iranit, është goditur një ishull si reprezalje, dhe pikpyetja në këtë rast është me kë është duke negociuar Trump, sepse për mënyrën se si funksionon domethënë komanda ushtarake, po dhe komanda politike në Iran, është pikpyetje madhe kush realisht ka pushtetin në dorë. Kush e vendos nëse do ri armëpushimi apo jo? Sepse, po jo, kush e vendos armëpushimin, domethënë pranimin e armëpushimit si vendim politik, a e pranon ushtria dhe brenda ushtrisë, ose më sa brenda garës revolucionare, a ka segmentet të cilat kanë dalë dhe jashtë kontrollit. Për shembull, ti nuk e di se kush realisht e drejton Iranin tani. Pikpyetja ishte ishte ideja që mund ta drejtonte djali, po themi, i Khameneit, për atë flitet që ai është nuk është në gjendje të, edhe në fakt nuk është faqur në televizion që në momenti kur goditën ndaj tij. Dhe është folur që dal janë ata të gardës revolucionare të cilët e komandojnë situatën dhe kanë nxjerrë jashtë, domethënë e kanë nxjerrë jashtë loje kontrollin politik, presidentin e vendit, ministrin e jashtëm, kryetarin ose atë që është zëdhënësin e parlamentit, pra duket sikur kanë lënë jashtë. Për një farë kohë ishte Lariani, i cili duket se ishte ai ndërlidhës, i cili u ekzekutua, po dhe ai u godit. Dhe tani duket sikur nuk ka lidhje dhe aq midis vullnetit politik dhe prezantimit politik që vjen nga një pushtet. Po pyetja është atëherë kush e arriti marrëveshjen me Pakistanin? Dhe marrëveshja me Pakistanin, kjo është pikpyetje. Pra, pikpyetja tani në këtë rast është se ka dhe diçka tjetër Irani. Irani është ndarë në disa rajone, të cilët janë autonome dhe janë me objektiva të para përcaktuar. Pra, çdo komandanti i rajonit ka trupa, ka raketa, ka drone e tjera dhe mund të lëshoj sipas objektivave të Nëse merr një urdhër, po urdhër nuk ka për momentin. Jo, nuk është nëse merr një urdhër. Në momentin kur ndodh ndërhyrja, secili prej rajoneve kalon shikon për esat vet. Mozaiku dhe secili ja ta shpërndajmë pak. Sokol, çfarë informacione ke? Kush si u arritë marrëveshja e armëpushimit? Po tani fjalën e fundit në diplomacinë iraniane e ka lideri suprem. Po. Nuk ka si dyshim për të. Tani kjo është për mua është propaganda e Izraelit dhe Amerikës, që ai s'po del, nëse është keq apo thanë që është dhe homoseksual, ja tha zoti Trump. Tani gjithë ato janë lëra që ai të dalë, ta lokalizojnë me internet dhe me kamerat që hakohen kollaj nga Izraeli që ta vrasin. Që ai besoj se është budalla që të bjerë në këtë grack. Po nuk ka dyshim që fjalën e fundit e ka lideri suprem. Patjetër, në diplomacinë e Iranit, sipas ligjeve të kushtetutës. Pra edhe nëse është arritur një armëpushim është prej tij. Presidenti ose parlamenti mund të nënshkruajnë marrëveshje, mund të ratifikojnë marrëveshje, por në finale jep lideri suprem. Pra ratifikimi final dhe depozitimin e konventave ose çdo marrëveshje ndërkombëtare ka fjalën e fundit ka Ayatollahu suprem. Kështu që për sa i takon pastaj pushteteve brenda Iranit, që thuhet shpesh që nuk dihet kush e ka, kush s'e ka, në doktrinën luftarake të Iranit, decentralizimi i pushtetit është një pjesë e doktrinës ushtarake, që do të thotë, edhe në momentin që humbet komunikimi midis komandës qendrore dhe celulave apo garnizonave apo batalioneve të caktuara, ata janë të udhëzuar të veprojnë në mënyrë autonome, të pavarur për situata lufte. Kështu që njëjta formë është dhe në rangjet politike. Pra edhe nëse nuk ka një komunikim me liderin suprem, janë të udhëzuar hallkat e tjera se si të veprohet në raste të tilla. Pra nuk ka vakum, po thua, veprime. Por nuk ka vakum, pra kanë miratim paraprak mendoj për çështje të caktuara. Përveç rasteve të papritura që mund mos të ketë dhënë okejin për momentin lideri suprem si rasti një armëpushimi apo dhënies fund një lufte që duhet pritur okeji i tij dhe më pas konfirmohet. Po nuk mendoj se ka boshllëk në vendimarrje. Janë dekapituar krerët, janë zëvendësuar nga të tjerë. Nëse kjo do shitet si ndryshim regjimi, mund ta etiketojmë. Mund të jetë kjo, po nuk mendoj se është aq thelbësor. Pra janë zëvendësuar emrat, por jo do ta diskutojmë pak edhe kontent, jo për faqe. Çfarë u arrit deri në këtë sa ditë ishte fushat bombardimesh? Deri tani 54, 55. 39. Po më fal, po, 39. 28 ka fillu. Një muaj ca ditë. Te ky moment, çfarë ka ndodhur realisht? Pra si u arrit kjo marrëveshje armëpushimi dhe
që rrezikon të cënohet? Gjërat nuk janë kaq mister. Po. Nëse do presim fjalën e fundit të Junior Khamenei, i bie që lufta mos marrë kurrë. E bëre amerikan tani, Junior Khamenei. Po i themi se sa ai ishte ata Junior nuk e përdorin megjithatë, okay, ishte batut kjo po. Tani me që kemi arpushim mund të përdorësh edhe batut. Të paktën sipas informacioneve, nuk është çështje se është fshehur, por çështja është ai është në gjendje kome dhe ose në mos ka ndruar jetë. Dhe kjo bie poshtë totalisht që të pritet një konfirmim nga Ayatollahu, sepse është krejtësisht e pamundur. Ka pasur disa raste ku mund të ishte bërë i gjallë nëpërmjet videove dhe s'kishte nevojë të shfaqej fare në publik. Pra, mjafton të bëjë një regjistrim, të shkonte në televizionin zyrtar, të transmetohej, nuk kishte nevojë të brenda ditës, por edhe mas 3 ditësh, 5 ditësh mund të jepte një konfirmim dhe kjo do jepte zemër popullit. Gardës revolucionare dhe regjimit në tërësi, sepse populli iranian nuk është në mbështetje apo në një përkushtim kaq të fortë saç mund të paraqitet ndaj kësaj lufte dhe ndaj mbështetjes së këtij regjimi. Shiko, luftrat janë si pikturat. Po. Shumë njerëz i shikojnë, shumë njerëz i analizojnë, por pak kush e di kuptimin e tyre. Sepse atëherë pse u bë kjo luftë? Ja themi dot publikut tonë që është larg asaj krize, pak në aspektin ushtarak, jo ekonomikisht. Pikërisht e lidha luftën me pikturën dhe me vështirësinë e interpretimit, sepse luftra dhe strategjitë politike dhe ushtarake, sigurisht vazhdimi i luftës është vazhdimi i politikave, janë të vështira, janë me misione të cilat nuk shfaqen në tërësi, është si icebergu, 1/3 qëndron poshtë. Dhe arsyet e luftës nuk janë vetëm lokale, pra nuk janë çështja e një kërcënimi të vetëm, jo se nuk është kërcënimi iranian, por janë edhe më gjëra, është edhe Kina, është edhe faktori Rusisë. Po, Faik, e kam dëgjuar këtë çështjen e Kinës, po atëherë si ishte mundur që amerikanët pranuan ndërmjetësimin e Kinës? Nuk ka, shiko, se kjo është pastaj bëre mirë që ma kujtove, sepse në vazhdën e gjithë këtyre interpretimeve harrova diçka. Kush e ka bërë negociatat? Ju e dini që Irani prej kohësh është përfolur për negociata 45 ditë, negociatat më teshme, nën tavolinë, etj. Fundi apo arritja edhe e kësaj marrëveshje krejtësisht të brish që unë nuk besoj që do i qëndrojë shumë gjatë, ka ardhur pasi ka ndërhyrë shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë pakistaneze me struktura të gardës revolucionare. Në Iran sot nuk ka politikanë të cilët marrin vendime, orientojnë politikat dhe orientojnë strukturat ushtarake. Strukturat ushtarake sot orientohen, drejtohen deri në atë farë pike, sepse edhe komunikimi është ndërprer dhe gjithçka është në kaos total, bëhet vetëm nga drejtuesit e gardës revolucionare. Pra po thua politike në Iran nuk ekziston. Askush nuk ka marrë përsipër edhe disa elementë. Pra po thua që është një marrëveshje ushtrisë kjo? Është marrëveshje. Që ta kuptoj publiku që mos ngatrohemi jo garda, pra ushtria iraniane në një farë mënyre. Nuk është ushtria. Garda. Okej, dakor, po që garda revolucionare. Çfarë strukture është kjo? Strukturë mbi ushtrinë, pra ka dhe ushtri dhe ka ta mbaroj, të lutem. Ta mbaroj. Garda revolucionare është forcë e cila është ndërtuar në 1979 dhe është forcë ushtarake e cila i shërben regjimit dhe mbajtjes së regjimit dhe është bashkëqeferisëse me strukturat politike. Është shkëputur nga ushtria? Ushtria është këtë tjetër gjë, ushtria është një forcë që shkon diku ke 750.000 ushtarak. Okej, le ta quajmë, pra është pak a shumë si garda këtu te ne. Ushtria është tradicionale dhe nuk ka asnjë lloj fuqie dhe kompetence për të marrë vendime siç është garda revolucionare. Garda revolucionare ka gjitha komponentët, gjitha elementët dhe ka forcën kryesore të fuqisë Sa ushtarake. është kjo forcë? Sa në numra? E ke një të dhënë? Në 250.000 trupa. Mendohet para se gjithçka thash është edhe çështje sekreti dhe ato i kanë mbajtur shumë sekret edhe strukturat, edhe pozicionet, edhe lokacionet, edhe mënyrën e organizimit, por mendohet që të jetë e ndarë në 7 rajone të ndryshme. Të gjitha rajonet funksionojnë si autonome, kanë përgjegjësitë e tyre, kanë armatimin e tyre, kanë forcën ajrore hapësinore, si e quajnë ata për shkak të futjes prodhimit të raketave balistike dhe armëve të kësaj natyre. Kështu që funksionojnë me rajone të ndryshme dhe ato kanë komandim kontroll
të ndarë. Pra, shtabi i përgjithshëm i Gardës Revolucionare, po ta shikosh, ka pas bërë, po ti marrësh element politik në drejtim, ministra, ministrët e shërbimeve sekrete, ministrët e mbrojtjes dhe disa ministra të tjerë vinë nga Garda Revolucionare dhe kanë qenë udhëheqës të Gardës Revolucionare. Por prapse fuqia kryesore është ndërtuar që të jetë e shpërndar. Okej, e kuptova, po mund ta themi pra marrëveshjen marrëveshja është bërë nga Garda dhe Revolucionare dhe shefi shtabit përgjithshëm që më pas ka rënë dakord dhe Amerika. Më pas Amerika duhet kuptuar diçka. Janë 10 pika që janë propozuar, po asnjë nga pikat nuk është dakordsuar. Do të kthehemi tek ato pika. Është futur në rend dhe do të diskutohen. Po, ishte diçka për këtë detaj? Publikun shqiptar që ta kuptojë se struktura e Iranit është shumë e veçantë, struktura e pushtetit. Domethënë, përveç pjesës që është Ajatollahu, udhëheqësi suprem i cili vendos edhe këshillin, vendos edhe ato kandidatura, vendos të gjithë edhe komandantin e Gardës Revolucionare. Garda Revolucionare jo vetëm që ka gjithë strukturën e vet dhe gjithë armatimin e vet, i cili është dhe më superior se ai i ushtrisë, pra avionët që kishte ishin më të mirë se ato të ushtrisë, kishe anije, kryqëzor, domethënë çfarë do lloj gjëje që e kishte ushtria dhe e kishte më të mirë se sa ushtria. Stërvitin e kishte më të mirë se sa ushtria dhe kishte, po themi, dhe misionin për përhapjen e revolucionit në botë. Pra, ato që ishin elementet të Gardës Revolucionare i gjenden në vende të tjera, forcat Quds, për shembull, që Qazim Sulejmani këto të tjerët, kishin idenë e përhapjes së revolucionit. Okej, që mos vetëm përveç kësaj, Garda Revolucionare është një nga përfituesit më të mëdhenj të fondeve publike. Bizneset më të mëdha janë te Garda Revolucionare. Është Garda Revolucionare e cila ka investuar, pra, po themi, Endri, të lutem mos zgjatemi shumë se nuk është shumë e rëndësishme për punim. Pra, është forca kryesore e ushtrisë iraniane, po thua. Jo vetëm, ushtria iraniane, po ta vësh re, në gjithë goditjet që janë bërë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë goditur asnjë general të ushtrisë iraniane, ushtrisë rregullt. Që është shkëputur nga Garda. Po, në forcat e arteshit nuk është goditur asnjë. Është goditur gjithë komandantët e Gardës Revolucionare. Dhe Garda Revolucionare ka bizneset e veta, sepse i kanë shërbyer këto biznese për të monopolizuar pushtet, po njëkohësisht edhe për të kryer ato veprime në vende tjera. Dhe përveç Gardës Revolucionare, janë dhe trupat Basij, të cilat janë trupa vullnetare, fanatike, po që janë, si thua, mobilizohen, pra tip rezervistësh, mobilizohen në një moment. Pra, ideja është, po ta kthejmë në Shqipëri, është Garda Revolucionare, sikur të kishim në Gardën Republikës në kohën e Enverit, pra të kishim edhe me biznese me të gjitha, plus të kishim vullnetarë të pres pak se më thot Iliri kam një lajm të fundit dhe nuk e di, jam kurioz ta dëgjoj. Ilir, çfarë lajmi kemi, të lutem, edhe për publikun? Po, atëherë, sot Izraeli ka vrarë 254 veta civil në Liban. Dhe sapo ka dalë në Wall Street Journal, ministri i jashtëm iranian Arakçi, i cili thotë termat e marrëveshjes së pushimit të luftës dyjavore mes Iranit dhe Shtetet e Bashkuara janë të qarta. Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë zgjedhjen e tyre, armë pushim apo vazhdimin e luftës nëpërmjet Izraelit. Nuk mund t'i ketë që të dyja. Bota duhet të shohë masakrën që po ndodh në Liban. Topi është në fushën e Shteteve të Bashkuara dhe pra ato duhet të ndërmarrin hapa për ta ndaluar këtë masakër. Thot Abbas Arakçi, ministri i jashtëm i Iranit. Jo, kam dhe unë një lajm që e lexoj nga mediat amerikane, meqense tani është një emision që do furnizohet me lajme, është zëvendës presidenti Vance, i cili do drejtoj delegacion amerikan në bisedimet e paqes që do të mbahen në Islamabad të Iran, dhe ky ndoshta mund të jetë lajmi i fundit, pra është zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili do drejtoj delegacion amerikan dhe është folur i lirë për një lloj fërkimi mes tij dhe Trump për sa i përket mënyrës së menaxhimit të luftës apo jo. Ai nuk ka qenë dakord që në fillimin e saj, në fakt, por sepse e ka quajtur si një ide shumë të keqe dhe unë besoj që prezenca e tij në këtë delegacion është një shenjë pozitive për përfundimin e luftës.
G.D. Vance është një nga ato personazhe që kryesor në MAGA, por njëkohësisht është një personazh I cili është më shumë për të qëndruar për të bërë politika brenda Amerikës dhe jo jashtë saj. Dhe është folur në mediat amerikane edhe për një telefonat të tensionuar mes tij dhe kryeministit të Izraelit, dhe unë besoj që ky lajm është një shenjë I mirë. Okej, për negociatat. Po, jo vetëm një sekondë të lutemi. Ilir, se duhet t'i jap fjalën dhe Ergisit, I cili nuk ka folur, po besoj aty ku jetë ekonomia, aty do jetë, le themi, motori kryesor edhe I panelit. Por nuk e besoja që kjo luftë do vend mërzitshme gjithmonë. Dëgjoj, nuk e besoja që kjo luftë do quhej lufta e Hormuzit, se kështu po del. Ose kështu po rezulton. Nuk e di nëse e keti këtë përshtypje apo jo. Pra u kthy në një pikë kaq nevralgjike dhe strategjike sa duket I gjithë debati tani edhe amerikanët këtë kërkuan për armëpushimin të hapet Hormuzi, ndërkohë vetë amerikanët, është e çuditshme kjo Ergjys dhe dua një interpretim të qartë, vetë amerikanët nuk kanë nevojë për naftën që kalon nga I rip. Po nuk funksionon kështu sistemi botëror, qofti tregtisë. Prandaj doja një shpjegim. Nuk funksionon me që unë publiku me shumë të drejtë thotë, ore, pse të shqetëson amerikanët për hapjen e kanalit Hormuzit kur ata nuk kanë nevojë fare për atë lloj nafte. Pra këtu dua një shpjegim racional. Pse ishte kaq I rëndësishëm Hormuzi? Po, unë do mundohem të mbajmë pak pjesës analizës më tepër se spekulimit për si funksionon Irani nga brenda apo diplomacisë, nuk e njoh, të jemi sinqert atë pjesë. Po citoj vetëm 2 burime, që janë burime që ndërkombëtarisht janë të padiskutueshme. Organizata ndërkombëtare të energjisë, IEA, e cila vetëm dje në raportin qendror e deklaroi që kjo është kriza më e madhe që kemi parë 150 vjet për energjinë, më e madhe se kriza 71-73, për të cilën ndryshojnë mënyrën se si funksionon sistemi botëror, pra u betonuar si vdiq në atë moment dhe dollari u shkoput nga florirë dhe kemi atë që quhet sot sistemi e petrodollarit. Dhe po citoj edhe JP Morgan që është banka më e madhe në botë, është më e madhe se tre të tjerat më të mëdha së bashku, e cila para rreth 4-5 ditësh e cilëson në një raport vetin këtë luftë si lufta e rendit të ri botëror, pra mënyrën se si do ristrukturohet gjithë ekonomia botërore, për 2 arsye të vetme. E para, 3 gjithë kapitale botërore janë aq të ndërthurura, sa që një ndërprerje si puna e trupit njeriut, e një vene arterioze, siç është Hormuzi, e bën që gjakut mos qarkullojë më dhe paralizohet një pjesë edhe as në pjesë të tjera të trupit. Dhe tregjet reagojnë dhe kërkesa oferta është dinamike në të gjithë botën. Dhe matet vetëm në një monedhë unike, ajo që e mban American Fort, në dollar amerikan. Pra, nëse ti sot do blesh naftë apo në produktet saj në tregjet ndërkombëtare, nuk ka rëndësi çfarë vendi jetë çfarë monedhe, ke të përdorësh dollar amerikan. Edhe BE-ja e blen dhe Kina e blen në dollar amerikan. Kjo është e para. E dyta, mënyra se si funksionojnë linjat e furnizimit të çdo lloj produkti në të gjithë botën, përfshi dhe bujqësinë që do të probleme më që ne do kemi dhe në Shqipëri në këtë verë, varen nga nën produktet e naftës. Çfarë varet nga nën produktet e naftës? Nga azoti, nga fosfati, nga nitrogjeni, që janë bazat e plerave organike dhe kimike dhe e të mbjellave, inputeve të mbjellave. Ato ti nuk mbjell dot tokën, pra nuk ke dot prodhim bujqësor në bujqësinë moderne, dhe 1/3 e tyre janë pikërisht në këtë zonë që është konflikti. Dhe për këtë arsye, nëse ti ke 1/3 e tyre mangut në tregun botëror, do të thotë do kesh më pak mbjella, do të thotë që disa muaj më vonë do kesh më pak prodhim bujqësor. Një shok I këtij ofertës nuk është parë që prej viteve 70 kur u bë embargo e madhe e vendeve të OPEC-ut kundrejt Amerikës, Izraelit dhe Evropës. Tani, ajo që na bën neve të mendojmë që po ne jemi shumë larg dhe ç'pun kemi ato, ne duhet ne apo edhe Evropën në përgjithësi apo edhe Amerikën duhet kuptojmë që të gjithë rafineritë, përfshi ato në gjirin e Amerikës, se për pak dhe shtash Meksikës, zonën e Teksasit, që është zona 2 më e madhe rafineritë. Gjiri e Amerikës, je saktë, po tani këto nuk e kanë ndryshuar OKB-ja, nuk e kanë ndryshuar vetëm për pak dhe shtash emrin e vjetër. Ato nuk punojnë vetëm me naftën krude amerikane, importojnë dhe rreth 20% nga gjiri, importojnë nga Kanadai, importojnë nga Amerikës, dhe pastaj outputin që ato kanë, pra naftën, karburantin e rafinuar, që është ajo që ne përdorim, ne shpërndajnë në ku tjetë kërkusi më I madh. Sot është sadopak ka rënë presioni me, nuk e di sa anije kanë kaluar sot. 2. Vetëm 2. Po pse kaq pak me këtë ritëm? Nuk është problemi se po kalojnë, shikoj, nuk është ky problemi më I madh. Pjesa e Hormuzit nuk është problemi thjesht apo kalojnë apo janë anijet. Ajo është një problem. Problemi I madh është I aseteve që janë dëmtuar.
po ka aeroporti i Që më djeshëm. thënë astetet e dëmtuar? Astetet e dëmtuar, aeroporti i djeshëm Organizatës Botërore Energjisë thoshte që janë 42 fusha prodhimi, rafineri, storage, ruajtse, magazinimi nafte në atë zonë, të cilët janë të dëmtuara pjesërisht ose plotësisht dhe që do duhet minimumi 4 deri në muaj deri në 1 vit për të riparuar, për të kthyer në gjendje që ishin para. Ky është problemi. Pra kjo çon në rënje të prodhimit, në mënyrë të padisur. Ato nuk prodhojnë dot më njësoj si me 27 shkurt. Edhe sikur të duan, sot ato nuk prodhojnë dot më njësoj si me 27 shkurt. Tani pse ka rëndësi ajo gjëja? Nga gjithë rezervat botërore të naftës, 60 deri në 62% të rezervave të njohura janë në zonë. Në të gjithë vendet, jo vetëm në Iran, Iran, Irak, Kuvajt, Bahrein, Saudi, mbi të gjitha, edhe pak Oman edhe Emiratet e Bashkuara. Pra 60% e rezervave të njohura të botës janë aty. Dhe prandaj përqendrimi më i madh i rafinerive dhe prodhimit botës është aty, sepse aty është nën toka më e pasur. Dëmtimi i saj sjell një efekt zinxhir, i cili transmetohet në gjithë industrisë. Mos harrojmë që nafta dhe në produktet e saj, mbi gjitha dizeli dhe karburanti keratonina, ose vajgurit, për avionët, janë bazë për prodhim industrial. Shumica e industrisë dhe energjisë elektrike që është në botë nuk është as me panele diellore, as hidro, as me centrale. Është me burimet e vjetra të energjisë. O me qymyr, o me naftë. Dhe është 58% e saj, që do të thotë një dëmtim tek kjo gjë, do sjellë një problem në energji që do rrisi kostot. Dhe nuk ka asnjë gjë në ekonomi dhe në jetën tonë që funksionon pa energji. Paktën ma gjeni ju një diçka e cila energji është burimi kryesor i çdo. Si pasojë e kësaj, pastaj kemi gjithë efektet. Jam dakord në shqetësimin tuaj që ngrini rreth ekonomisë dhe rreth problematikave që ka sjellë kjo luftë dhe që e mendoni që do shkojë në afatgjat ndoshta 4, 5 apo 6 muaj e ardhshëm. Por unë kam një pyetje tjetër që çfarë pasojash do kishim nëse kjo luftë nuk do zhvillohej, kjo ndërhyrje dhe ky operacion ushtarak kundër Iranit nuk do zhvillohej dhe pasurimi i uraniumit në 60% mendoj dhe mund të ketë akoma edhe më shumë do përkthehej në armë bërthamore. Arsenali i raketave balistike hipersonike të Iranit do ishte shumë fishuar dhe në një të ardhmë në një të ardhmë të afërt, Irani të kthehesh në një kërcënim serioz, jo më mujor, por ndoshta edhe me vite të tëra, ku askush nuk do ishte më në gjendje të ndërhynte, jo për të hapë kanalin e Hormuzit, por për të mbrojtur dhe për shpëtuar ndoshta edhe gjithë lindjen e vet. Nuk ka nevojë për armë bërthamore për të shkatruar rafineritë apo për të mbyllur gushticën, jo kanalin së gushticës. Shiko, unë po flas në aspektin ushtarak, pastaj në aspektin ekonomik. Po thotë që nuk ka nevojë për atë. Në aspektin karta më e fortë e një vendi është posedimi i një arme bërthamore. Nuk ka armë më të fortë një shteti. Nuk ka lidhje kjo, edhe sikur supozojmë sikur tjetë fuqi bërthamore, nuk ka lidhje me ai është në fundin e magazinimit të armëve balistike dhe po bën repreziale në rajon. Jo më të ketë edhe armë. Në gjeoekonomi, në gjeoekonomi ka një parim shumë tjetër. Të duken kështu këto, po mos e mendoj Iranin në gjë kush e di se sepse kur sa Trumpi mbrëm do të thënë në popullin e Kurit është për armpushimin. Ajo është arsyeja pse se bëri, ajo është arsyeja pse se bëri. Do të thënë epokën e Gurit, mori gra kalamaj nxorri atje ke rruga se nuk nxorri as armë, nuk nxorri as altineri. Nuk besoj se ka lidhje me Irani është thyer, ja do ta shikojmë, Irani është thyer në epokën e Gurit. Po grave fëmijë kanë vrarë ata atje, nuk është se dolën grave fëmijë dhe u frenuan nga gjë. Irani mendoi që ka vrarë jo Irani, 2 milion. Po ka vrarë në Irak, ka vrarë në Yemen, ka vrarë në Arabi, ka vrarë në gjithë linjën e mesme, ka vrarë. Dhe mendoi edhe Amerikanët kanë vrarë grave fëmijë në Irak. 35.000 iranian Irani për një muaj. 3.000 ka vrarë. Vetëm një sekond, po. Në sulmet amerikane 3.000. Ergis, për ta mbyllur se dua të jap edhe një fjalë të fundit se nuk do ta kemi lirin. Ne po flasim për Iranin më mirë se vet ato të gardës revolucionare nga brenda. Jo, kjo është gjë pozitive që kemi njerëz që kanë ato të paktën që ta dinë se si është situata, se jo. Besoj se e kapin. Tani un po i kthehem edhe herë asaj që thash, nuk fola nga vetja, prandaj përmenda 2 burime ndërkombëtare. Nëse ka ndonjë kundërshtim me organizatën ndërkombëtare të energjisë dhe me JP Morgan, bankën më të madhe në botë, burim shkoni thoni, po nëse atyre ka ngel që ti kundërshtoj Shqipëria
ato kam përshtypjen më kollaj e vejnë flakën institucionit tyre se pranë kritik në Shqipëri. By the way, bën një analizë lokale, mo pse mendon se janë na ngju neve në Amerikë apo po fare nuk i bëhet vën fare atyre për ne apo. Po le bëj një analizë. Një gjë duhet kemi parasysh. Mënyra strukturore si do funksionojë tashmë edhe tregtia ndërkombëtare, edhe të gjitha zinxhirët e kërkesë ofertës, pra gjithë zinxhirët e furnizimit do ndryshojnë radikalisht. Që do thotë do rritet çmimi, këtë thuaj e burrë. Por çmimi nuk diskutohet që do rrit jo vetëm i lartë, jo vetëm për këtë vit, po nuk i di. Ky është një lajm i keq. Pra ne që ta themi troç se do ta diskutojmë më vonë, nuk do ta kemi më naftën në 2000 lekë në Shqipëri. Kam përshtypjen se jo. Naftën fundore, karburanti fundor, po, 200 lekë, 2000 lekë. Pra 2000 lekë të vjetra pra. 2000 lekë vjetra. Në 2000 lekë të vjetra, siç e ke pasur 1700 lekë do ta kemi. Do ta kesh vetëm nëse shteti bën një rigi sistemi fiskal. Lere shtetin, ne themi me atë që luhatet në bursën ndërkombëtare. 50%, 52%. Dakor, po them, supozojmë që shteti për shkak se popullata nuk lëviz këtu, nuk ka ndonjë reagim, shteti do ta lërë siç ka. 195-200. Do më thuash pak sa ka fituar shteti në këtë periudhë? Rreth 7 milionë euro. Vetëm nga ky periudhë. Pritet më shumë nga të ardhurat buxhetore. Ilir, të lutem për ta mbyllur, ke ndonjë lajm tjetër, duke të falendëruar se besoj edhe duke të mirë pritur në studio se jenë në studio edhe më aktiv me panelistët. Faleminderit, nuk kam ndonjë lajm, por fituesit më të mëdhenj në këtë 30-40 ditë sa janë bërë luftë, ka dalë që të jetë Kina dhe Rusia, fatkeqësisht edhe për ne si shqiptar. Dhe kjo fatkeqësisht përsëri sot edhe në Izrael ka pas një lëvizje të fortë politike të cilët e quajnë një dështim total të asaj që Izraeli ka kërkuar të bëjë me fillimin e kësaj lufte, ndryshimin e regjimit dhe mbajtjen e kaosit në lindjen e mesme. Kaq. Ju falënderoj. Përshëndes Ilir, ke diçka për Ilir apo analizë? Jo, me që për të vazhduar këtë pjesën e ekonomisë edhe të Kinës. Ta lëm pas publicitetit apo e ke shkurtër reagimin? Jo, është pak kështu se. Publicitet atëherë dhe rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë do ndjekim një kronikë që është e mbasdites redaksisë së lajmeve dhe që referohet pikërisht rrezikut që mund të vijë nga sulmi i ashpër në fakt dhe shumë i fortë i Izraelit në Liban mbi 250 të vrarët që u përmend edhe pak më parë, por le të ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio. Mirë, do rikthehemi edhe një herë momentit dhe pjesës gjeostrategjike apo pjesës ushtarake që lidhet me marrëveshjet, siç thash lajmi i fundit është se do jetë zëvendës presidenti Vance i cili do të drejtojë delegacionin amerikan për negociatat e paqes që zhvillohen në Islamabad, por Irani ka paraqitur 10 kushte, të cilat paktën media, një pjesë e medias perëndimore i quajti si kushte të cilat në parim ishin pranuar të diskutoheshin dhe nga amerikanët. Unë i kam të renditura 10 kushtet dhe këtu doja ta nisja me Sokolin fillimisht. Kushti i parë, ndërprerje plot e luftës në Irak, Liban dhe Yemen. Pra, por kjo është mohuar nga qëndrimi më pasëm i Ministrisë Jashtme që thotë që Libani, është Libani, më falë, ndjes. Po edhe Libani, Irak, Liban, Yemen. Kushti i dytë, ndërprerje plot dhe përhershme luftës kundër Iranit, pa kufi kohor. Përfundimi të gjitha konflikteve në rajon në tërësinë e tyre, rihapja e ngushticës së Hormuzit, vendosja e një protokolli dhe kushteve për të garantuar lirinë dhe sigurinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, pagesa e plot e kompensimit për kostot e rindërtimit për Iranin, angazhimi plot për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit, lirimi i fondeve iraniane dhe aseteve të ngrira të mbajtura nga Shtetet e Bashkuara. Irani angazhohet plotësisht të mos kërkojë zotrimin e armëve bërthamore pika 9 dhe pika 10 armëpushimi menjëhershëm hyn në fuqi në të gjitha frontet sapo të miratohen kushtet e mësipërme. Tani unë e kam të vështirë ta besoj që ky mbas është plani me 10 pika që amerikanët thonë se i është paraqitur. Së dyti si korrigjim. Sepse u tha njëherë që ishte një plan për 10 pika që i papranueshëm. U tha nga Shtëpia e Bardhë nga Amerika që është i papranueshëm. Dhe sipas qendrimit më vonshëm u paraqit një plan i dytë që Irani nuk e ka konfirmuar që të ketë bërë një ndryshim dhe këtu për shembull me reagimet që janë bërë pas publikimit të saj, mungon pasurimi i uraniumit, që Irani thotë se s'ka hequr dorë. Ky është qendrimi i Iranit. Thotë nuk kemi hequr dorë, është pjesë e pikës. Po këtu nuk është. Këtu s'është. Pra ky është një lloj që të jetë spekullim tash. Nëse Irani thotë kemi paraqitur dhe këtu hiqet nga letra ose kjo është
fake ose mund të jetë tërhequr, ose mund të tërhequr Irani në kushtet e paraqitura më pas. Nëse bëhet diplomaci, siç ka thënë Trumpi, me dyert të mbyllura dhe bëhen traktate të fshehta, është tjetër gjë, ne nuk i dim këto. Po traktatet e fshetura janë ndaluar paktën me ligj ndërkombëtar, me formimin e Kombeve të Bashkuara. Traktatet janë transparente, miratohen, çohen Kombet e Bashkuara, ratifikohen. Bordin e paqeve tash s'na duhen me Kombet. Po pikërisht, pra, nëse Trumpi sot kishte thënë që do vendosin detajet e paqes me dyert mbyllura. Pra, nëse ky është një precedent i ri i diplomacisë, ne pastaj këto plane si ky mund të rishikohen dhe të hidhen kosh me 10 herë. Ne nuk mund të jemi më. Tani pyetja ime është nga informacioni që ke Sokol. Këto 10 pika mund të merren si bazë për negociatat? Unë mendoj që palët në bisedime shkojnë gjithmonë me një plan maksimal për të ulur më pas. Ka një plan nga këto pika, cilat do të ishte minimal, kanë dhe një rrugë mes. Të lutem, cilat mund të ishin të pranueshme nga amerikanët nga këto 10 pika? Po tani, përveç rihapjes së ngushticës që është në favor, të globit. Edhe çështja e Libanit nuk është e papranueshme, po unë mendoj se po luajnë blofin për sa kohë e paqartë, ishte nuk ishte, Izraeli vazhdon të bëjë ato, të arrijë ato objektivet e tij ushtarake, që kur të bien dakord që ishte edhe Libani, të ketë arritur këto objektive ushtarake më shumë. Po kompensimi është e paarritshme. Kompensimi për dëmet? Po kompensimi për dëmet, nuk besoj se do. Diskutuam pak gjatë publicitetit, nëse përfshihet Shtetet e Bashkuara që dhe ata të marrin nga tarifa e Gjirit Hormuzit diçka. Po mirë, se një sekond. Është një biznes i mirë dhe për amerikanët. Amerikanët nuk e kuptojnë se çfarë dëmtimi kanë. Çfarë faj kanë ku diun anijet belge, franceze, angleze që të paguajnë taks $2 milion, ndërkohë që s'kanë bërë dëm ata. Si mund pranohet ky gjë? Se kjo është e papranueshme në aspektin ndërkombëtar. Tani që ka bllokuar ngushticën ka thënë që nuk lejohet të kalojnë anijet të vendeve armiqësore. Vendet të dyta dhe treta kanë kaluar, por nuk kanë kaluar dhe nga frika e kompanisë të sigurimeve që nuk i marrin përsipër për shkak të rreziqeve potenciale. Pra, po nëse vendosë armëpushime së paqe, s'ka nevojë të kesh armë të forta për të kontrolluar. Jam dakord. Domethënë, në fakt Gjiri Hormuzit nuk është mbyllur as me raketa balistike, as me bombë bërthamore. Është mbyllur me mina dhe me dronë në New York. Me dronë dhe me minin në ndecë, që ka dronë në New York. Pra, prandaj nuk më Amerika dhe Izraeli janë fuqi bërthamore. Ishte çështje për armë bërthamore, e kishin hapur ngushticën e Hormuzit. Po nuk është e këtill situata, pra, që ajo, pra, sigurisht Izraeli dhe Amerika kanë superioritet ushtarak dhe janë më të fuqishme. Por këta luajtën një kartë pa parashikueshme që ishte mbyllja e ngushticës që ose do ta hapësh me bombë bërthamore, po bombë bërthamore mbate efekt zinxhir dhe s'dihet kush do ta shpërthejë dytë, që është e pamendueshme të ndodhi, ose do vazhdosh me mallkime në Twitter dhe në X, nuk ke rrugë tjetër. Prandaj që u shkua në një marrëveshje, prandaj u shkua në një shkohet drejt një armëpushimi, sepse nuk kishte rrugë tjetër. Dhe Shtetet e Bashkuara në këtë pozicion ishin në pozita të brishtësie. Sepse nëse jo, pse do të uleshin në armëpushime në bisedime. Ta vazhdonin siç kanë kërkuar amerikanë armëpushime apo bisedime për të ndërhyrë në Irak, në Afganistan, në Liban, në Libi. Sokol, ja bëra dhe s'kan kërkuar, ja bëra dhe këtë pyetje. Pse Irani nuk pranoi 45 ditë pushim, po pranoi këtë 2 javor. Duket sikur këtu ju mblodh më shumë rripi te ky. Në ky paralajmërimi që kanë qenë në tavë bisedime, çfarë është kërkuar më tek ajo pikë, çfarë është kërkuar tjetër? Sa për çështjen e Libanit, tu që qëndron çështja e lojrave të fjalëve dhe bllofit dhe marrjes kohë, që unë mendoj se marrë kohë për të vazhduar. Pra, ju mendoni që ministri i Pakistanit e ka përmendur e ka thënë që është pjesë e marrëveshjes. Amerika mohon, Irani e pohon, Izraeli bombardon. Mendoj se do kristalizohet deri por kjo nuk e vën rrezik armëpushimin po thua. Unë mendoj që të dyja palët po mezi me prisin këtë moment që dikush të shpalli fitore, Irani thot dakord fitove, mbyll një sy, nuk bën nas dhe fitoren e vetë shpallur Trumpit, është një fitore, mund të ketë bërë më shumë dëm Amerika dhe Izraeli në Iran se sa Irani atyre, patjetër që po. Po është një fitore si e pirë. Si e pirës. Okej. Endri, nga këto 10 pika, cilat sipas jush do të ishin të gatshme dhe të pranueshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përveç Hormuzit që është në interesin e dy palëve. Po pranoja të merr më pak se sa mori Obama në marrëveshjen e vet para disa viteve. Domethënë kjo është më pak se çka ka marrë Obama. Kështu që nuk mendoj që do jetë kjo marrëveshje për të kuptuar pse Amerika u fut aty apo pse pra, kush është qëndrimi i Amerikës, duhet kalojmë çik se kalojmë te kriza e 73-shit, në cilën u bllokua nafta, dhe u kalua me standardin e dollarit. Po. Standardi i dollarit është shumë i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse nëse tregtia e naftës bëhet me dollar, po,
ato dollar do të duhet të rikthehen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bler mallra apo për të bler për të financuar borxhin publik të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe momentin kur tregtia nuk bëhet më me dollar, Amerika nuk rifinancon dot më borxhin e vet, që e ka dhe tani e ka jashtëzakonisht lart. 39 trilion dollar. Më të lartë 100 e ca % mbi GDP-n e vet, domethënë 30%. Që do të thotë është shumë i rëndësishëm kjo pjesë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky standard që është vendosur në 73 ka qenë dhe arsyeja që ku plasi konflikti në 79-ën dhe erdhi, po themi, Iran, mullat erdhën në pushtet, deri në atë moment nuk e pasur baza amerikane në rajon. Ka qenë vetëm një bazë në Bahrein, e cila kishte ngel që në lufta e dytë, që shërbente si furnizim për anijet amerikane, por nuk ka pasur baza. Këto baza që shikoni janë që të gjitha të ndërtuara në momentin kur instalua regjimi iranian. Kur u instalua regjimi mullave. Dhe filloi konflikti Irak-Iran. Por ti e përmend dhe vetë çfarë, por edhe këta nxënësit e pabindur vetë vendet e arabe që kishin naftën për mos të guxuar më që Jo, nuk ka, ata e kishin frikën, jo, sepse në atë konflikt që ndodhi ishte ajo që quhet lufta e cisternave. Dhe në luftën e cisternave filluan cisternave të njëri tjetrit i binin dhe Irani dhe Iraku. Irani bëri një mësymje, kapi zonën e daljes së Irakut në gjirin persik, dhe Iraku filloi të bashkëpunonte me Kuvajtin, dhe Kuvajti filloi të naftën irakiene ta transportonte me cisternat e veta, Irani e mori vesh, filloi të godiste cisternat e Kuvajtit, ju përgjigj Iraku, u futën Shtetet e Bashkuara në vitin 1980, është doktrina, po themi, doktrina e Carterit, Jimmy Carterit në atë kohë, që kishte të bënte që e përcaktoi zonën e gjirit persik si zonë strategjike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës atë vit, në 86-87, janë futur me anijet e tyre, i dhanë kuvajtjanëve, u dhanë flamurin amerikan e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe tankrat e tyre kalonin me iranianët prapë goditën, dhe filloi u fut flota amerikane, e cila goditi, po themi, asetet iraniane, dhe ishte kjo goditje pastaj që i dha fund të luftës Irak-Iran. Aty e pa Irani që nuk e përballonte dot. Mu kthe pak tek çështja e dollarit, është çështje, kjo tani. Pse e tregova këtë? Në ky moment filluan vendet arabe, duke parë politikën agresive të Iranit, është ai konflikti i vjetër Shia-Suni, filluan të kërkonin mbrojtjen amerikane me baza, dhe ato baza aty nuk janë baza për të mbrojtur të vendin e Izraelit, se s'ka kuptim. Janë për të mbrojtur nga ekspansioni i Iranit. Ajo që ndodhi me formimin e BRICS-it, pastaj filloi të ngatronte çik gjërat, sepse Irani filloi ta bënte tregtin me renminbi, që është moneda kineze. Si quhet? Renminbi, ka një emër kështu. Është sigur ka pas tjetër emër. Juani kinez. Juani i kanë dhënë një emër, e kanë përshtatur. Dhe sa shtete bëjnë tregtinë e naftës me këtë monedë? Kina filloi të merrte naftën me monedën kineze. Dhe tani po diskutoj që këto vendet e BRICS-it të përdornin monedën kineze për shkëmbimin, për blerjen e naftës. Sepse Kina është vend që është i madh, ka kapital të madh etj, dhe është më stabil se sa po të përdori për shembull monedha ruse, rubla apo monedha ndonjë vendi. Dhe është një nga arsye dollari i kësaj lufte është diskutuar dhe nga Arabia Saudite, e cila kur erdhi një moment për sa i përket inflacionit të tjerë, filloi të dyshonte mbase edhe ata nuk mund të përdorin më dollarin, po të përdorin një monedhë tjetër për këtë punë. Dhe në këtë kuadër, ndërhyrja e Shtetet e Bashkuara ndaj Iranit është pavarësisht këtyre që dëgjojnë, jo e futi ky, jo e detyroi Netanyahu apo e detyroi Xhunixhajs. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të vazhdojë lidhja midis dollarit dhe naftës. Dhe kjo e bën atë që kur e shikon me këtë kuadër, pastaj e shikon, e kupton dhe ato pjesën që ka të bëjë me anën ekonomike të gjës. Por ka një diçka që është, sot për shembull japonezët, pra kryeministra e Japonisë sot ka marrë telefon presidenti iranian, duket, dhe i ka thënë që kanali, pra ngushtica e Hormuzit është aset publik dhe
Nuk mund të datohet. Sepse Japonia është 90% e merr të naftës e merr në ajo zonë. Nga ky nuk i dhe në qoftë se fillon, po vendosë tarifë është pengesa $2 milion. Është tarifë dhe këto gjëra të tjera, pra Japonia e bëri. Po nuk e ka thënë që tarifë për këtë do, duhet pa ajo, se do shkojmë negociatë. Jo, tarifa është për $2 për fuqi. Dhe e kam përcaktuar. $2 për çdo shtet. Për çdo shtet. Për çdo fuqi thotë ai, se ku ikën çoj ku dush. Pra ideja e që nuk ka qenë deri më sot. Po gjithsesi nuk është miratuar. Jo, nuk ka qenë pranuar. Pikërisht pra, se do ishte shkelje e rëndë ndërkombëtare kjo. Po pra, dhe këtu është as e para as e fundit. As e para se ka ndodhur më parë? Shkelje ndërkombëtare sot. Shkelje ndërkombëtare. Okej, sa se the ky lloj tatimi. Nuk ka të drejtë një njerëz sepse ai është kanal që është publik. Po është njësoj sikur të në kanalin e Korfuzit fillojmë dhe ne të vëmë dhe ne ne dalim apo dhe në Otranto të vësh na dy, domethënë 4 aty dhe të marrësh pozita force. Ka një precedent. Sa i gjë të bukur Sokoli, duhet të jesh pozita force që ta bësh. Po se këtë ka thënë dhe Macroni para pak ditë. Patjetër, po pastaj do ndërtojmë armë bërthamore që të kemi pozita forcës. Se lutem, do ndërtojmë armë bërthamore ka thënë Macroni që të na kenë frikë. Pra këtu është përmbysur çdo lloj kapo donte ti shtonte. Dhe në mënyrë ilegale tha do t'i prodhojmë pa u thënë askujt se sa po prodhojmë, sepse frika është respekt. Patjetër dhe Kina është duke prodhuar armë bërthamore në mënyrë sekrete. Dhe askush nuk e di. Po pra, pikërisht pra, tani kanë rënë të gjitha rregullat ndërkombëtare. Kjo është problematika. Dhe vetë edhe diçka tjetër, dhe Arabia Saudite ka bërë shumë të qartë, ka në 10 vite, 15 vite, 20 vite që thotë, nëse Irani merr armë bërthamore, do e marrim dhe ne. Po ka Izraeli. Dhe jo, Arabia Saudite është këtë gjë. Ka Izraeli që e balancon. Dhe kjo është një arsye e cila po të shikosh në ana gjeostrategjike, po edhe në ana interesi financiar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të lejojnë që ai rajon të largohet nga influenca apo nga kontrolli i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ergis, këtu do ta mbaj debatin. Absolutisht. Jo, tek çështja ajo që tha binomi dollar-naftë. Është rrezikuar ky binom me situatën aktuale? Patjetër. Jo është rrezikuar, por është lëkundë, është krizë, tash shohim krizja është mjaftueshme për ta thyer apo mund të ringjitet prapë. Tani e theksoj edhe një herë. 60% e rezervave botërore të naftës, gazit dhe në produkteve tyre të gjithë botës janë në atë zonë. Në të gjithë atë zonë. Rreth e përqarkëgjirit. Është e pamundur, qoftë SBA-ja do të mbajë primacinë e saj në monedën si moneda rezervë ndërkombëtare, International Reserve Currency, pra them gjuhën e tyre, pa kontrolluar atë zonë, ose pa e pasur pjesë të influencës vetë. Nuk mund të zëvendësohet 60% shumica me çfarë? Me kudo pjesa tjetër e botës 40%. Është absolutisht e pamundur. E para, e dyta, nëse mos harrojmë që brenda një 5 vjeçari kemi pasur 2 goditje. Rusia, që është një vend i fuqishëm, fuqi bërthamore, por edhe ekonomikisht, vetëm se kontrollon të 10 deri në 10.5% të naftës dhe gazit natyror në zonën e përqarë Ukrainës. Të prodhimit arriti të imponojë edhe të ishte në kushte goxha të forta dhe të mbijetonte ekonomikisht, dhe mos harrojmë që Rusia, jo Irani, është vendi me sanksionet më të mëdha në botë sot aktualisht. Vendi i cili ka sanksionet më të forta, më të më të mëdha sot në botë është Rusia. Është Rusia, okay. Është Rusia, është komplet jashtë SWIFT-it, është sistemit SWIFT bankar e tjerë. Dhe vetëm se ka 10 deri në 11% të naftës dhe gazit të botës, të tregjeve, arrin ta përballoj. Në këtë zonë kemi 21% të naftës dhe 35% të gazit, LNG, gazit të botës, domethënë që nxirret, që prodhohet, dhe 60% të rezervave. Pra, nëse marrim të dy zonat së bashku që kemi konflikte aktive, jo më kodët e tregjet po reagojnë me mënyrë gati të panikuar, sepse nuk mund zëvendësohen dot. Mënyra si funksionon energjia botërore dhe ekonomia botërore është që ti po tenton të kesh rritje ekonomike, pra të shkosh drejt mirëqenies gjithmonë më shumë. Nëse ti do lesh 10% apo 20% mangut, do shkosh në regres, thyhen dhe merr një rrotullim për poshtë, i cili nuk e di vorbulla deri. Mendon që kjo çështje do diskutohet në takimin Trump me Xi? Unë bëj përmbajtjen 3 fakteve. Pardje ExxonMobil, kompania më e madhe amerikane e naftës dhe gazit dhe një nga 5 më të mëdha në botë, deklaroi që nuk do të kryejë investime në Venezuelë. Se harrohen këto të Venezuelës tani që është kjo. Patjetër. E dyta, gjatë kësaj jave u dëmtua, tani harroj emrin fik, Ras Al Khaimah, se ka fusha më e madhe e prodhimit të naftës
të Saudi Aramcos, të Arabi Saudite. Saudi Aramco është firma më e madhe në botë për naftën. Më thonë, është Saudi Aramco, 3 triliard dollar me asete, janë ja 2 vende, 3 vende bosh, pastaj vjen ExxonMobil. Aq e madhe është. Edhe kjo që do thotë do të ketë rënje të prodhimit. Jo, po them pse erdhëm deri këtu dhe patëm këtë reagim nga tregjet dhe nga presidenti Shëbavës, ai mos harrojmë, është biznesmen mbi gjitha. President dhe politikan pak vite ka 4-5 vite politikan dhe ka 50 vjet biznes. Ai njeh biznesin shumë herë më mirë se politikën. Dhe nuk janë ngjarje janë gjitha të lidhura, po them. E treta, mënyra si funksionon gjithë tregu energjetik botror është që anijet duan 3 deri në 4 javë që kur del nga porti deri sa të arrijnë në pikën ku do shkarkohen rafineria apo në një port. Pra këto dy anije që janë nisur sot duan 2-3 javë. Duan sa në kontener të mëdhenj, nuk janë bëhet cisterna. Dhe varet ku janë nisur, po. Të fundit që kanë dalë në 27 shkurt kanë dalë fundit nga lirshëm nga ngushtia e Hormuzit. Tani jemi fiks dhe duke qenë se gjatë kësaj kohe kalonin vetëm 10 deri në 15%, pra ramet 85%, fiks 6 javë ishte koha dhe për 3-4 ditë ishte koha që anijet e fundit që kanë dalë nga ajo zonë, para rreth një muaj, do shkonin në portet e tyre. Madje gjatë kësaj kohe, disa prej tyre kanë ndruar edhe rrugëtimin që nis për filan port, kanë shkuar në port tjetër sepse kanë parë çmim më të mirë. Kanë bërë dhe këtë lojë. Po, që nga ky moment nuk do kishim më fizikisht mall në det i cili shkonte det destinacion. Dhe ky është problemi i madh. Paniku që do sillte, po të mos kishte qenë këtë javë në pushimi, që do sillte në tregje që s'ka produkt fizik, nuk është më puna. Është më i rënd paniku se sa vetë rrugtimi që mund të mos harrojmë që mund kishte. Po jap vetëm 2 fakte. Jo vetëm një sekondë lutem se do ta shpërndaj pak, do të kthehemi pak në moment. Vetëm këtë faktin dhe mbyllë se di që ekonomia është boring, nuk i intereson. Jo, është e rëndësishme se në 2008 kemi hyrë te efektet e Shqipërisë. Atë do të themi bukur. Në 2008 patëm një çmenduri në sistemi financiar i cili shpërtheu në shtator. Po ç'a ndodhi 6 muaj përpara? 6 muaj përpara deri në qershor, çmimi i Brentit i naftës ndërkombëtare, jo si pasojë e krizës, por si pasojë e luhateve. Ishte pati luhatet më në një moment arriti $136. Dhe çfarë solli? Solli që një pjesë e madhe e shtetasve amerikan, që u rritën kostot e shpenzimeve të përditshme, të fillonin të vononin kredit gjatë atij 6 muajit parë. Që çojnë në kolapsin pastaj. E cila pastaj në 2008 dhe në fund 2008 ishte një ndër faktorët që ndikoi. Po thuaj që mund përsëritet prapë 2008-a? Unë po them që mund të jetë dhe më keq se 2008-a, dhe nuk e them unë. Patjetër. Prognoza në këtë drejtim, Faik, nga këto 10 kthehemi te kushtet, nga këto 10 kushte të Iranit, cilat do të ishin ato që mund pranohen me diplomaci nga amerikanët? Shiko, edhe Shtëpia e Bardhë tha dhe sot që kushtet janë propozuar, por kjo nuk do të thotë që këto kushtet do të janë... Se janë nga ana tjetër dhe 15 kushte amerikane. Të gjitha këto kushte do përpunohen. Do përpunohen dhe do vinë në ato lloj forme që do t'i përshtaten kryesisht, po them që në pjesën maksimale e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtetet Bashkuar të Amerikës nuk largojnë asnjë bazë nga linja e mesme, pavarësisht se Irani e ka dhënë si kusht. Ndalimi i luftës në gjithë rajonin, pra goditjes hudhëve, Hamasit, Hezbollahut, milicive që qarkullojnë proksi që janë përreth linjës mesme, unë mendoj që nuk do t'jetë kusht sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do t'i kenë nën objektivat e tyre dhe do t'i godasin gjithmonë. Çështja e armëve bërthamore që Irani deklaron që nuk do kemë më tentativa për prodhimin e armëve bërthamore, do të thotë që ka qenë një tentativë e mundshme për ta disponuar një armë bërthamore, por çështja ka kaluar në fazën që Irani s'mund të ketë më as lënd për ta përdorur për shërbime të tjera, jo më për ta pasuruar as për energji, jo. Ngushtica e Hormuzit sigurisht që është pika kyçe. Me sa duket pajtohen të dyja palët. Këtu është pika kyçe. Paktën edhe Irani ka rënë dakord me armëpushimin, po me kushin që të hapi ngushticën e Hormuzit. Ta hapi, po është edhe kjo pjesë. Do bëj para si kur më parë. Jo, nuk besoj që do shkojnë në pikën e taksave në këtë, se gjithë lufta është bërë për ta marrë dhe për të mos qenë Irani faktor dhe Irani për mos ketë kapacitete ushtarake për ta dominuar në të ardhmen atë ngushticë, dhe filozofia e fundit kjo është për të kufizuar Kinën
nga interesat dhe nga fitimet që kishte nga kjo ngushticë. Pjesa tjetër është që uraniumi i pasuruar që është rreth 450 kg që ndodhet në Iran nuk është futur, por pak më parë nga... Po pse, është akoma... Trumpi thash varrosur nga bombardimet e qershorë të Nxjerrjes. Zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë, paktën sipas raportimeve të lajme pak minuta më parë, ka thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë larguar objektivin e tyre kryesor që është heqja e uraniumit nga Irani dhe është ndër objektivat strategjike të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, dakord, që nuk thanë që e kanë hequr, pra e kanë, por Trumpi dje bëri një postim që thoshte do ta gërmojmë nga atje ku është varrosur nga bombardimet e qershorit. Bamon, bombardimi e 25-s. Po si me 12 ditë. Bunker shpuste, dhe ajo është e vërtet sepse Çu tha Trumpi dje pak ashtu, nuk e di. Po mirë, ne aty asnjë s'ka qenë në Teheran për të parë se çka ka ndodhur. Po thelbi është a do ta lëshoj Irani apo jo? Këtu është një tjetër deklarate J.D. Vance që e sjell CNN, tani nuk e di se këtu është bërë dhe media ndërkombëtare tani. Fake news. Besosh. Fake news. Po thot, sipas J.D. Vance është deklaratë shumë pikante, thot zëvendës presidenti, thot Trumpi ka thënë që Irani është më mirë në negociata se sa në luftime. Ka thënë Trumpi. Po, që referohet nga zëvendës presidenti. Pra edhe lufta e deklaratave tani është në densitet të plotë. Kjo çështja e përmirësimit të Iranit në çështjen e negociatave vjen si pasojë e humjeve të gjitha fuqive që kishte kërcënuese dhe po të njëjtën gjë, zëdhënësja e Shtëpisë Bardhë po në të njëjtën deklaratë vijuese tha që objektivat strategjike të tjera që kishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Iranin i kanë realizuar plotësisht. Ndoshta për disa që thonë që çështja e ndrimit të regjimit ishte thelbi kryesor, besoj që ajo pikë realizohet vetëm kur populli i Iranit të përfshihet dhe dalë dhe të arrezojë dhe pra nuk u arrit me fushat nuk u arrit. Është objektiv që ishte, pra të gjitha objektivat e tjera ishin në dorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si ekspert të ushtarak që je, pse në Irak u arrit dhe këtu nuk u arrit? Edhe në Irak është kthyer. U ndryshua regjimi? Po jo më është kthyer. Saddami u ndryshua komplet, erdhi administrata amerikane, tjetër gjë ç'a ndodhi? Pati humbje, u futun forcat kombëtare, u fut kombëtaria, pati goxha humje edhe ekonomike edhe industri është tjetër gjë. Patjetër, po. Por këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e bëjnë më të njëjtin gabim. Dy gabime që i kanë bërë në Afganistan dhe Irak që furnizuan opozitën apo forcat kundërshtare të regjimit me armë dhe armët ngelen atje dhe në fund armët që ngelen atje përfunduan prapë në duart e regjimit të mëparshëm, këtë nuk e bëjnë më, dhe e dytën nuk fusin ushtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i vrarë në Iran, ndërkohë që populli iranian rrin dhe fshihet dhe nuk ngrihet në kryengritje për të rrëzuar regjimin që i ka shtypur për 47 vite. Dhe këtu dështimi ose në një farë mënyre mos realizimi po bombardohen burg, ku dalin? Jo. Edhe me dalin rrugë bombarduan. Edhe unë të jem normale burg. Unë kam thënë. Edhe unë se du qeverin këtu, jo më atje. Edhe prapë me qenë bombardim dal dot. Bombarduan Amerika, po bombardoi vetë. Bombarduan 2 ditë më parë. Bombarduan universitetin që ishte epiqendra. Vance gjithashtu ka thënë për sa i përket negociatave, duam një Iran që të mos ketë armë nukleare dhe në armë bërthamore dhe të rihapë Irani se ka thënë herë. Më përshtypje pse nuk ka vënë sekretarin e shtetit, sepse tash ta themi të interesante kjo. E lë pas publicitetit pse është në heshtje Marco Rubio, numri 3 i le të themi hierarkisë. Po shikoj, zëvendës presidenti ka një rol të rëndësishëm dhe o presidenti, zëvendës presidenti ose sekretari i shtetit mund ta përfaqësojnë shtetin. Po. Sepse zëvendës presidenti ne harrojmë, po sistemi amerikan është dhe kryetari i senatit. Po, e vërtetë, është ai që jep i cili ka votën ndarse nëse janë barazim. Po kjo ke drejt shumë pavarësisht se u futet tek politika e Edrit, pse nuk ka folur Marco Rubio pas publicitetit? Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, para se të kalojmë te një kronik që flet pikërisht për luftën në Iran, por krizën globale të energjisë që mund të detyrojë palët për marrëveshje. Kam titulluar këtë pjesë dhe që më pas do na shoqërojë dhe për pasojat ekonomike për Shqipërinë. Një koment shkurtër, Endri, pse Rubio duket sikur është anashkaluar në këtë moment? Të gjitha deklaratat vijnë ose nga Trump, ose nga Vance, ose nga zëdhënësi e Shtëpisë Bardhë. Mbase me aq shumë pushtete sa ka marrë ai edhe jo, se në rast të kujtoj se në rastin e Venezuelës, ndoshta edhe për shkak të gjuhës, ishte një nga aktorët kryesorë edhe në deklarata dhe tani. Dua të them, ka patur një lloj
si thua, nuk po them përçarje, po mungesë ose divergjenca qëndrimesh të leadershipit amerikan në raport me këtë luftë? Nëse është u marrë me Kubën, bëhat. Në qoftë se ka pasur një diçka, domethënë, ka qenë fakti që J.D. Vance është ai pjesa përfaqësuese e MAGA-s, e cili ka qenë në fillim kundër luftës dhe Trump e ka futur, po themi, në ekipin negociator, ashtu siç ka futur dhe Jared Kushner bashkë me Witkoff, që normalisht kanë qenë pro goditjes së Iranit. Pra ka futur këta të dy. Ndërkohë që Rubio ka situata të tjera për të marrë. Domethënë ti ke në momentin që flasin ke edhe krizën në Kubë, e cila është edhe ajo duke u zhvilluar. Kuba ka probleme me energjinë, për shkak të bllokimit të Venezuelës, që u çonte naftë dhe çonte naftën goxha lirë. Tashmë nuk shkohet më naftë në Venezuela dhe tani pritet që të vinë anije ruse që ta ka mbrit sot. Ka mbrit sot. Po dhe ato e furnizojnë dhe pastaj një muaj interesante që se ndaloi flota amerikane. Po, ka dalë lajmin që u lejua për shkak të krizës së Hormuzit. Ka një krizë si puna e asaj, e Kubës, duhet menaxhimi i Venezuelës. Më bëri përshtypje një deklaratë e Chuck Schumerit, ndoshta më e ashpër që unë kisha parë dhe kishte kohë që nuk shifja ndonjë deklaratë të demokratëve, që tha duhet ta shkarkojmë menjëherë Trumpin se nuk mund të vazhdohet me këtë. Pra duket që opozita atje demokratëve po lëviz. Ndoshta nuk e kuptoj pse në këtë moment, po nuk është se kanë dhe sot një tentativë për ta bllokuar në vendin e Senatit. Janë zgjedhje. Apo janë politike brendshme. Përpara në nëntor ke zgjedhje. Megjithatë nëse demokratët do ishin pushtet, do ishte ky sulm sot? Qose kush? Demokratët do ishin pushtet, do ishte ky sulm sot në Irani? Po, nuk ka ndonjë problem për Demokratët kanë bërë luftë. Powers Act i jep të drejtë. Jo, në rregull, po. Kompetenca goxha të gjëra presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra mund të godasi. Jo, nëse presidenti do ishte demokrat, do godiste Iranin. Presidenti do ishte demokrat. Në këtë sens e thash. Tani varet se këto presidentë e fundit demokrat nuk është se luftë kanë. Pra, ti ke pasur president si puna Clintonit, të cilët janë futur. Po. Clintoni mos harrojmë, nuk është futur vetëm në Kosovë, po është futur në Bosnjë. Po. Pra është futur në 2 vende për shkak të krizave humanitare dhe ishte president demokrat. Luftën e Kubës e filloi Lyndon Johnson, i cili ishte edhe ai demokrat. Pra, luftën në Kore ishte Trumani që edhe ai ishte demokrat. Luftën e dytë botërore ishte Roosevelt, ishte demokrat. Luftën e parë botërore ishte Wilson, i cili ishte demokrat. Po të shikosh, historikisht këta që janë demokrat, duke sikur janë Obama, Libia dhe Siria. Po them lufta që janë lufta janë më toleranta demokratët, por ndërkohë, po të shikosh historinë, demokratët kanë qenë në gjithë luftat më të mëdha, kanë qenë demokratët cilët kanë qenë president në detyrë kur ka nisur ai konflikti i madh në Irak. Kështu që por problemi është që tani pyeta pse kjo ndarje e fortë në këtë moment demokratëve me Trumpin për ishullin Karg, që të dihesh që në fillim që do bllokohesh Hormuzi. Po. Sepse ishte kështu manuali thjesht, që ishte bllokuar që në vitet 80. Dhe kanë qenë që në kohën e Carterit, kur ndodhi kriza e pengjeve në ambasadën amerikane, pra që u morën pengje për 424 ditë nga ana e iranianëve, e mullave, është folur për ishullin Karg. Ishulli Karg. Domethënë është përdorur aq shumë ai ishull dhe secili për presidentëve ka ngelur se gjithmonë thoshte po goditëm atë pastaj se çfarë do ndodhi. Dhe çfarë do lloj presidenti amerikan që ka qenë që nga 79-a e mbrapa, ka pasur gjithmonë një plan për të goditur në drejtimin e Iranit, i cili në moment fundit është tërhequr për një arsye apo për një arsye tjetër. Dhe presioni ka qenë mbi Iranin vazhdimisht, prandaj dhe Irani ka pasur sanksione. Prandaj u arrit deri te marrëveshja me Obamën, që pastaj u tërhoq. Pra, ajo që po them unë është pjesa që kjo fiksimi ose më saktë politika fikse në rajon e Shtetit Bashkuar të Amerikës në 79 e këtej ka qenë si të mbahesh Iranin në kontroll. Dhe Trumpi është i vetmi president i cili realisht veproi. Dhe pse ka vepruar, mund të dallohet tani. Sepse Irani, në dallim nga herët e tjera, tashmë kishte gjetur një strategji të re. Strategjia e re e Iranit ishte ndërto raketa, ndërto dron.
Nëse më përpara, pra, nëse Irani tani nuk do kishte raketat dhe dronët, nuk do krijonte këtë klim terrori, po themi, tek gjithë fqinjet e vet. Irani, për ta ditur, pra ai sa flitej për 3000 raketa, po mbase mund të ketë pasur edhe më tepër, ishte vendi në rajon i cili kishte më shumë raketa në të gjithë. Turqia ka 300-400, Izraeli pak a shumë aq, Arabia Saudite pak a shumë aq. Irani kishte kaq shumë sepse strategjia e tij Sa është numri që apo s'kush se di? Flitej para lufte për 3000. Po për 3000 flite edhe vjetu dëmtuan një pjesë. Prap betën 3000 ato. Po u zëvendësuan prapë, vazhdimisht prodhon. Javën e parë të goditjeve ndaj Iranit dhe nëpër Shqipëri dëgjoja analistë që thonin që Irani deri në javën e parë ka përdorur 600 raketa, ndërkohë jemi në ditën e 39. Po, 630 do kishim mbaruar. Irani ka përdorur ul intensiteti, ul Irani në çdo sulm ka përdorur 10 raketa balistike dhe ka përdorur 100 dronë. Jo, nuk më rezulton ditë ulë intensiteti. Vetëm ditë e fundit ka pas nga 7 dërgesa në ditë, dronësh edhe raketash kombinuar. Po nuk i qëllon me sasi të mëdha, sepse saturon blokun me dronë. Rezervon për luftën me afat gjatë. Patjetër. Ajo që flitet sipas asaj, nuk di sakt, nuk mendoj se burimet të inteligjencës ishte 3000 raketa. Tani kur ata flasën për 3000 raketa, besoj një farë po themi një farë ideje e kanë se kush Irani ka njëkohësisht ka dhe uzinat i ka futur në toksore tashmë. Ku i ka futur në tokë? Në mal, brenda mal. Po ato janë ndërtuar 500 metra poshtë. Edhe vetëm gjë që mund të godash si janë ndërtuar 500 metra poshtë. Sistemet e vendimit apo dhe kanë ndërtuar dhe po themi vende në të cilat siç prodhohet raketa, po është brenda malit, ka krijuar dhe silosin pra për të goditur. Pra, prodhohet raketa dhe lëshohet direkt nga ajo, dhe nëse goditet, po themi nga aviacioni, fillon pastrohet pra prandaj po reziston. Dhe ideja e pra edhe po reziston, përsa i përket sepse këtë strategji kishte. Tani, kjo ishte dritarja në cilën dritarja kohore në cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ushtronin presionin maksimal. Po. Nëse ata thoshin ka 3000 raketa, po e marrim si të mirëqen fakti, mund të ketë 4. Po. Imagjinoni sikur Iranit kishte 20000 raketa. Ishte praktikisht e pamundur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të zgjasë luftën për kohë të gjatë. Dhe jo të zgjasin, po edhe të ndërhynin, sepse do ishte katastrofë. Kjo është arsyeja që duke pasur parasysh atë që thash më parë, dhe duke ditur strategjinë e Iranit, kjo është dritarja gjatë të cilës ata mund godisin. Dhe me qira fjalë të uraniumi bëhet fjalë për 460 kg, po, të pasuruar 60%. Por bëhet fjalë edhe për 90 kg pasuruar me 90%. Me 90%. Po, Agjencia Atomike Ndërkombëtare nuk di ta këtë zyrtarisht. Dhe kjo nuk është zyrtarisht, por bëhet fjalë dhe ka një diçka që uraniumi edhe me 60% për 2-3 javë, nëse ti fut centrifuga, mund të kthehet në armë, kthehet në weapons grade, domethënë kthehet në gradit për një. Dhe informacionet që kishte, paktën ajo që është deklaruar zyrtarisht nga amerikanët, dhe në briefing që kam bërë me, përpara se të nisej operacioni, bëhet një briefing me antarët e Këshillit, domethënë që të mbrojtjes së ke edhe në dhoma e Kongresit, edhe nga dhoma e Senatit. Kongresi tha se konsultuan fare. Dhe jo, nuk konsultohet me të gjithë, janë 2-3 veta që konsultohet, në të cilin u ka dalë ky briefing dhe ka thënë, ka uranium pasuruar 90%, me të cilin mund të bëj 3 testata për momentin. 3. Mund të bëj mund të bëj për momentin. Mirë, dhe kjo është arsye, pra po të futesh këtë vetëdijshmëri, po të futesh të pjesën plus dhe pjesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës me $10 dhe të tjerët, që të gjitha përbëjnë me këtë situatë. Bëjnë ato që quhet buqeta e motiveve amerikane. Ndërkohë kam një lajm Sokol që i referohet paqartësive të armëpushimit. Nuk është vetëm Izraeli në Liban që nuk do të ndaloj, thot media italiane La Repubblica, por edhe një pjesë e rojeve të gardës revolucionare iraniane nuk duan që të ndalohet konflikti. Tani kjo çdo të thotë që ne do të kemi këto, le të themi këto provokimet e vogla, por paqja do të mbizotrojë dhe do pas takimit të së shtunës në Islamabad do kemi rezultate më konkrete. Si e shikon të ardhmen? Pak më parë kishte thënë që nuk mendoj se iranianët janë të marrë që të sakrifikojnë vende për Libanin. Okej. Do thotë nuk është se pavarësisht se po nuk e di tash se Irani ka thënë se diçka të pa që ka qenë përfshirë në 10 pikat që Amerika ka pranuar për të ulur në bisedime. Po. Kështu që këto pika kanë qenë baza për të arritur armëpushimin 2 javor.
Pra nëse shkelen këto pika, armpushimi deri të shtunën bëhet shumë i brisht. Le të shpresojmë që deri të shtunë të rezistojë situata kështu, pa u përkeqësuar, pa u agravuar nga të dy anët, që të ketë bisedime. Se nëse situata vazhdojnë me kasapan prej 300 apo më shumë të vrarësh në Liban në ditë, nuk e di sa e mundur të jetë shkojë deri të shtunën. Duket vërtet një gjendje alarmante, katastrofë njerëzore, humanitare. Krimi rënd lufte. Është bombarduar një zonë civile me densitet. Po çfarë kërkon Izraeli në Liban, nëse mund ta themi me pak? Izraeli objektivat ushtarake të shpallura nga Ministria e Mbrojtjes ishte që po largojmë nga rrezja e qitjes në jug të Libanit tanket nga tankhelset. Pra është një objektiv i shpejt, afat shkurtër, pse po luftohet ende. Pra, po duan ta zbrapsin Hezbollah, sepse Hezbollah dhe po ta çosh një shtet tjetër me dronë edhe me raketa që ka furnizim nga Irani, mund ta godasi prap Izraelin. Por Izraeli po përpiqet të krijojë një zonë tampon, një zonë jastëk mbrojtës në jug të Libanit, ku të vendosi ushtrinë toksore, të vendosi tanket në mënyrë që sa herë që ka mësymi apo goditje nga pjesa e mbetur e Libanit, nga Beiruti e lartë, të ketë mundësi të bëjnë mësyme toksore ushtarake, dhe thot po largojmë Hezbollahun nga rrezja e qitjes me tankhelse. Ky është objektivi ushtarak afat shkurtër i shpejt. Pastaj, nëse hym objektivave politik, mesianik, po Libani është një kaos total prej sa kohësh? Nuk ka qeveri, si është i funksionuar? Libani është i ndarë në dy koka. Pra ka një qeveri që bën çfarë thot Izraeli dhe ka i thotë Izraeli jep urdhër tërhiquni dhe tërhiqet sprapset dhe ka dhe një Hezbollah që është strukturë paralele, po funksion si shtet paralel, pra që ka grupe ushtarake, ka krah politik, ka një rrjet biznesesh si ajo e Gardës Revolucionare që financon, si thua, organizata, domethënë jo shtet, që ka më shumë armë. Jo vetëm ishte mos zgjatemi, nuk është tema e Libanit. Sepse konflikti i Libanit kalohet kështu si Libani ka pasur një luftë civile që ka filluar në vitet 70 dhe ka qenë OÇP-ja Arafatit që ka filluar. Kur Hezbollah nuk ekzistonte. Kur Hezbollah nuk ekzistonte. OÇP-ja Arafatit vajti në një territor, pasi u përzu nga Jordania, sepse tentoi që të bënte grush shtetin Jordani dhe të vriste edhe mbretin Hussein në vitin 70. Në shtator të 70-s i përzun nga Jordania dhe kur vajtën në Liban, tentuan dhe aty të krijonin zonën e vetë, shtetin e vetë dhe të bënin luftë ndaj Izraelit. Kjo e bëri që të prishte raportin shumë të brisht që kishte në Liban. Në Liban ka të krishterë maronit, ka druze, ka musliman suni, ka dhe musliman shia. Kjo pjesa më e madhe e Hezbollahut. Dhe gjitha ishin në një ekuilibër shumë brisht. Filloi një luftë civile në të cilën u përzihen të gjitha palët. Bile është përzier dhe Siria, ka çuar 40.000 trupa në Siria. Në vitin 82, trupat e OÇP-s sulmuan Izraelin. Pra nga zona e Libanit dhe Izraeli u kundërpërgjigj duke pushtuar një pjesë të territorit. Dhe ka vazhduar deri në vitin 2000. Pastaj është larguar. Në 2006 ka ndodhur një konflikt tjetër. Kanë qenë kësaj radhe ishin Hezbollah, të cilët e sulmuan Izraelin. E qartë, pra dhe Izraeli u kundërpërgjigj dhe pastaj u arrit një marrëveshje, e cila është sankcionuar me rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit. Në të cilën nga lumi Litani e poshtë, pra në Litani River dhe poshtë, nuk do të ketë Hezbollah, nuk do të ketë asnjë instalim ushtarak dhe i jepesh, pra i kërkohesh qeverisë libaneze që të çarmatosë dhe të mbante territorin kontroll. Ka dhe trupa aty, UNIFIL-i që është që është goditur sot nga ushtati izraelit. Dhe fatikisht kjo rezolut nuk është zbatuar, sepse qeveria që është libaneze është totalisht e paaft për shkak të situatës që është, për shkak të situatës. Po aty është luftë ndër çfarë si mund të ketë qeveri, se ky është problemi i rajoneve që shiko, për të kuptuar se janë pozicione jashtëzakonisht delikate edhe qeveria libaneze. Jo, të lutem, që mos ta nuk dua ta hapur shumë emisionin të pamundur. Konfuzion dhe publiku nuk është se shqiptarët kanë interes të madh për Libanin edhe tani. Pse nisi Hezbollahu luftën? U kthye sepse mund të jetë peng për armëpushimin, po. Nisi Hezbollahu luftën. Të lutem. Hezbollahu nisi luftën sepse u futi Irani në luftë. Okej, e kuptova. Dhe tani rrezikon fatin e çdo proksi. Ai që është kryesori merr marrëveshjen e vet, dhe ndërkohë digjet vendi atje. Okej, Faik.
Kjo mund të ketë provokime nga palët në derë të shtunën, si që thotë Sokoli? Provokime ka filluar që sot. Po, pa tjetër. Ka filluar provokimet. Po, e cënon kjo Irani ka marrëveshjen? deklaruar të paktën garda revolucionare, ndoshta mbas ditën e sotme, ka thënë që 3 nga pikat e marrëveshjes janë shkelur që tani dhe pretendon që është shkelur marrëveshja. Izraeli ka filluar luftime siç u diskutua dhe ajo quhet një nga pikat e shkeljes marrëveshje. Është bllokuar aktualisht, është bllokuar ngushtica e Hormuzit. Pra, nuk e dia mund të quhet një marrëveshje armëpushimi kjo, ndërkohë që gjithë elementët janë lojë dhe çdo gjë sot është bombarduar. Ishte dhe shprehje kishte përdor Netanyahu, në fakt ne vazhdojmë ta kemi të gishtin në këmbën e armës. E kanë përdorur të gjitha palët, po. Se kur je në aksion e mban gishtin të këmbës apo kur je gati. Kur ke filluar aksionin dhe ke filluar qitjen, fillon bën edhe qitje. Ato kanë bërë qitje sot të dy palët. Ngushtica është mbyll sepse i gjithë plani i marrëveshjes dhe interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po themi edhe gjithë botës, se gjithë është prek aty, është çështja e ngushticës së Hormuzit është emergjente. Ajo është bllokuar aktualisht pra nuk e dia mund të kontrollojë. Se është vazhdon të jetë bllokuar? Aktualisht është bllokuar. Pra sot ka funksionuar me 2 anije. Pra vetëm 2 anije kaluan. 2 fatlumet. Kështu që nuk e dia mund të themi që kjo marrëveshje, nuk besoj që kjo marrëveshje do të rezistojë. Amerikanët janë shprehur që pa hapjen e ngushticës nuk ka asnjë marrëveshje. Po donte Izraeli mund ta ndalte për sa kohë lufta në rajon ndaj proksit të Iranit është përfshirë në pikat si fillim. Pastaj se si do përfundohet është gjë tjetër. Është përfshirë, Izraeli duhet të tërhiqe dhe të mbante anën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku janë pranuar në parim 10 pikat dhe këto pika është që të ndalohet si fillim lufta ndaj interesave të Iranit në rajon. Izraeli nuk e ka bërë këtë dhe këtu ka filluar pika e parë. Irani sot po ka goditur disa nga pikat kryesore dhe të naftë-nxjerrje dhe depozitime dhe tjerë, edhe ka pezulluar ngushticën, besoj që nuk është shumë e vështirë, dhe nuk e dia do të rezistojë deri ditën e shtunë. Ergis, më ke sjellë një tabelë, ju lutem regjia, është tabela që flet për efektet e Hormuzit në Tiranë, le ta themi, në Shqipëri, po Tirana është Shqipëria, se nuk është se kemi ndikimi Hormuzit në Tiranë. Ju lutem, po. Kjo është tabela e parë, mos gaboj, po? Kjo është tabela e parë, sot po bëni me qëse... Nëse mund të vish dhe këtu, mund ma shpjegosh më qartë? Që të shpjegojmë dhe shikojmë më mirë. Morë modelin e organizatës nërkombëtare... Që ta them, kjo është përgatitur nga Altax... Qendra Altax, e bëm në sot. Morë modelin... është e sot me kjo? Sot para ditët, gjithë ditën këtë studim përshim që të nxjerrim nesër dhe pas nesër. Sot Brenti ishte rreth $95 për fuqit, pak deri në momentin e drekës, në 95-95.6. Rënje nga 117 që shkoi para dje dhe para dje që ishte shumë e lartë. Tani, 2 gjëra që të kenë parasysh të shikuesit. Jeshilja janë rritja normale dhe progresioni që do kishim nëse nuk do kishim një krizë në Hormuz, pra nëse nuk do kishim luftë dhe nuk do kishim këtë situatë, kjo ishte rritja normale e cila pritej... Pra inflacion do ishte 1.2%? 1.2% do ishte mesatare inflacionit, ndërkohë që... Për vitin apo për muajin? Për gjithë vitin? Gjithmonë flasim në total. Për total. Pra 1.2 do ishte inflacion, ndërkohë... Ishte plus maksimumi, edhe një, mund të ishte plus 1.2 në këtë vit nga e baza që është Bankës Shqipërisë. 2 e ka Banka Shqipërisë, mund shkonte maksimumi 3.2. Që është 3 është norma e Bankës Shqipërisë e cila e ka standarde. Me krizën deri në sot, me problemet që kemi dhe deri në sot, ne pritet të shkoj plus 2.8, pra të shkoj rreth 5% inflacioni në total. Po nuk është ai problemi. Problemi është efektet që do japin në këto sektorët e tjerë. Pra të energjia... Dhe veçanërisht ke këto sektorët... Të ushqimet. Çdo vetëm 12% në ushqime dhe bujqësi. Çfarë do të thotë 12% më shumë? Do të thotë që çmimet e inputeve bazë dhe çmimet fundore atyre që ne blejmë në domate, speca, apo edhe të tjera, fruta, mishi, çdo gjë tjetër, këtë vit mund të shkojnë deri në 12% më shtrenjtë se sa vitin e kaluar. Se çfarë ishte viti i kaluar. Ndërkohë që maksimumi pritet që mund të shkonte në plus 4%. Dhe ndërtimi pse është plus 9, se s'po
Ndërtimi dhe materialet. Ndërtimi është sepse ndërtimi, një pjesë të madhe e materialeve të ndërtimit, përfshi edhe cimenton dhe hekurin, që në tregjën e Jo, po duhet jetë 19 pra. Jo, them mos është 19 aty. Është 9. Është 9 dhe kjo ndjes, kjo është plus 3. Po, plus 3, oke. Është plus 3. Është një... Gjithsesi, këtu mund dalë pak, të lutëm, Ergis. Ushqimet është pjesa e rëndësishme. Edhe karburanti, shkon 25% në karburanti. 25%, dhe fakt e kemi të reflektuar që sot, që në fakt nuk duhet e pra nga 175, 178, po dhe ke 220. Pra i 500 lekshi, paka shumë më shumë, është 500 lekshi, po thuj se 1/4, e 178 si e kishe... E qartë, që është reflektuar me njëherë. Është çmimi që reflektohet dhe që ky pritet të qëndrojë pak a shumë dhe për muaj të tjerë, ndërkohë që maksimumi për gjithë vitin do e kishim një 10%, pra nga 175 në 890. Maksimumi, në rastin më të keq. Në rastin më të keq. Ndërkohë, po turizmi, ma shpjego pak turizmin. Turizmi ka dy probleme që do sjellin, prandaj nga plus 5% të rritjes çmimeve që do vinte si pasojë rritjes normale të turistëve, që do vinë dhe si pasojë rritjes kërkesës së rritjes çmimi, shkon në plus 5 deri në 15% për dy arsye veçanta. E para, sepse kostot e turizmit do të rriten, jo vetëm kostot e turizmit që ofrohet këtu, po edhe kostot e biletave të avionit për shembull. Ka filluar që tani të rritet në mënyrë të ndjeshme. Dhe kostot e ndërlidhura, se këtu lidhemi edhe me bujqësinë, kostot e ndërlidhura të importeve që ne do kemi, sepse ne mos harrojmë më shumë se gjysmën e produkteve që përdorin për turizëm dhe për bujqësi, ne importojmë, nuk i prodhojmë vetë. Duke qenë se importojmë, ne në një mënyrë do të importojmë edhe inflacionin e vendeve partnereve tona tregtare. Italia dhe Greqia janë dy kryesorët. Pra, Italia si pasojë e krizës do na e shesin në pak më shtrenjtë. Dhe ne këtu e reflektojmë. Dhe tregtarët normalisht do e reflektojnë duke na rritur çmimin neve. E reflektojmë më mirë se ç'duhet. Ne e reflektojmë shumë më mirë se ç'duhet. Ndërkohë dhe energjia. Ne kemi bërë një skenar tjetër. Po, jo, e kemi pas publicitet ato, po energjia ma shpjego pak. Energjia pse mund të rritet deri në 14%? Neve kemi energji. Ku ti referohesh në këtë rast? Dritave? Energjisë elektrike. Por ne kemi një problem shumë madh. Neve kemi prodhimin tërësisht të pastër, por në momentet caktuara, qoftë ndimër, qoftë mbi të gjitha në verë, ne importojmë energji, sepse nuk arrim ta prodhojmë, do ta mbulim kërkesën me prodhimin brenda vendas. Dhe duke qenë se importojmë, do ta importojmë me çmimin në bursë, në tregun ndërkombëtar. Dhe aty që tashmë ka filluar të reflektohet, sepse në Evropë. Megjithatë, publiku do të di, do rritet në faturat fundore çmimi apo jo? Ajo varet nga politika e qeverisë. Nuk besoj se qeveria besoj do e subvencionojë. Është pothuajse e njëjtë me atë të Ukrainës. Po para të shtetit janë ato subvencionime. Që do vinë nga xhepat tanë. Nuk diskutohet, por ama do kemi më shumë të ardhura buxhetore në shtet që tani parashikohen këtë vit rreth 65-70 milionë euro më shumë se plani si pasojë rritjes së çmimit naftës. Që do subvencionojnë energjisë elektrike. Të cilat unë shpresoj që qeveria t'i përdori për subvencione kryesisht për grupet nevojë, pensionistë, familje nevojë e tjerë, për t'ia dhënë së formë subvencioni, në mënyrë që të zbutet deri diku efekti. Mirë, të falenderoj Ergjys, shkoj publicitet dhe rikthehemi sërish në pjesën e fundit. Mirë, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, jemi me 15 minutat e fundit. Ky në fakt është skenari që shkakton kriza aktuale, po ndërkohë Ergjysi, dhe të falenderoj Ergjys, na ke sjellë edhe një skenar tjetër, sikur sot të kishim një goditje atë që paralajmëroi Trumpi dhe që do ta çonte pikërisht Iranin në epokën e gurit, aty pasojë do ishin më të rënda apo jo? Shumë shkurt duhet ta shoh se nuk mos e ngatroj publikun. Aty kemi bërë një skenar hipotetik, analizë hipotetike, sikur gjysma e aseteve që lidhen me naftën dhe fabrikat dhe uzinat, jo vetëm në Iran, në gjithë vendet e gjirit, se Irani do kundërpërgjigje, të shkatrohen gjysma, jo të gjithë. Gjysma. Shiko çfarë pasojë do kishim. Këtu karburanti do shkonte 85% më shtret, do kapte mbi 3000 lekë. Do kapim mbi $200 fuqinë fund vitit. Sa do vinte këtu te ne? Më thuaj sa do vinte çmimi. Këtu ke ne mund shkote 2.800, 2.600. Gati 3.000 lekë, le të themi. Gati 3.000 lekë litri. Bujqësia do kishim një rritje, të gjitha janë me rritje të ndjeshme, pra çmimet e ushqimeve dhe bujqësisë do të shkonin 30% më të larta, ndërsa në materialet e ndërtimit 25%, turizmi 50% do rritej kosto e turizmit, energjia 45% dhe inflacioni 10% sipas një prognoze që ju kishit bërë në rast se do kishim një goditje. Qysh zotit nuk e kemi dhe unurit mos ta kemi. Mos ta kemi. Që do thotë do ketë një lloj paqe në fundit.
Jo, unë shpresoj dhe, shiko, dhe në fakt këtë analizën thash, ne e bazojmë tek modeli i JP Morgan i bankës dhe i organizatës ndërkombëtare të energjisë. Pra nuk është se kemi marrë modelin atyre dhe kemi vënë dhënat për Shqipërinë, nuk është se kemi shpikur. Dhe këtë gjën, siç e kemi bërë nëpër Shqipërinë, jam i sigurt ato e kanë bërë për Amerikën dhe kështu. Dhe prandaj jo më kot kam dërgyrë. Mirë, Regjia, ma hiq pak këtë tabelën, se kjo është tabela Ogurzez që nuk e shpreson askusht. Tabela e parë është tabela reale e efekteve impaktit të Hormuzit në Tiranë. Paka shumë, kjo më pëlqen ky titull. Për disa po i ndjejmë dhe për disa do t'i ndjejmë gjatë verës, për shembull, kryesisht çmimet e ushqimeve do fillojmë t'i ndjejmë as 1 apo 2 muajsh, dhe ajo rritje çmimi që ne shikojmë sot fatkeqësisht më shumti është si pasojë e spekullimit dhe e faktit që shumica janë import dhe jo prej kërkesës agregate në treg, sepse ne kemi dhe do jetë kaq i madh rritja, pra mbi 12%, sepse ne kemi dhe një problem tjetër të madh. Mos harrojmë që në fund të janarit patëm dhe përmbytje të mëdha. Dhe dëmtuam goxha prodhim vendas, dhe sot po të kishim prodhimin vendas, domatja s'do ishte 4.000 lekë. Ose është kryesisht importi. Rreth 500 hektar sera u përmbytën në janar shkurt të këtij viti dhe akoma s'është marrë, jo vetëm s'është marrë kompensimi, pa akoma nuk është marrë vetja dhe prodhimi i ri i atyre bujqve. Kështu që kemi pasur goditje mbas goditje. Mirë. Kthehemi këtu, Endri, me që jemi të kjo situatë, pastaj këtu është e kohë, s'po diskutojmë sot se çfarë masash duhet të marrë Shqipëria në të gjitha dimensionet, po mbetemi edhe një herë te kriza ndërkombëtare. Do të kaloj me këtë dy javor, apo ti mendon që mund të rikthehen luftimet? Apo se perceptimi i publikut tek ne, po edhe në botë është që tani sido që të jetë po ulën në tryezë, nuk është se mund të kthehen prapë në luftime. Me Trumpin asnjë gjë nuk është patjetër. Pra, ajo që mund vjetë re me Trumpin është që ka këtë fiksim këtë afatin 2 javor, domethënë, sepse nëse mbani mend edhe kur bëshin negociatat me Ukrainë me Rusin, jep edhe 2 javë afat Putinit, edhe 2 javë të tjera, edhe 2 javë të tjera. Pra, mënyra se si e zhvillon politikën, është e tipit tillë. Pastaj është ajo që quhet Madman Theory, teoria e njeriut të çmendur, i cili ka përdorur për herë të parë ka përdorur Nixoni, në të cilën ti do t'ja bësh kundërshtarit të mendoj që ti a je aq irracional që mund të bësh çfarëdo lloj veprimi, kështu që ai të ketë frikë dhe të pranojë kushtet e tua. Këtë teori u mundua për herë të parë vurin praktik Nixoni në luftën e Vietnamit, kur filloi të bënte veprime, për shembull merrte avion bombardues B-52 i çonte afër Bashkimit Sovjetik, pa i thënë askujt. Dhe ajo dhe Bashkimi Sovjetik të fillonte të dyshonte, ore ky, domethënë nuk është dhe aq, e ka ndarë mendin që luftën e Vietnamit mund të përdorë armë bërthamore, domethënë, kështu që filloi të ushtronte presion mbi vietnamezët, që ata të pranonin kushtet e paqes, po. Dhe është një lloj skenari në të cilin edhe Trumpi kur flet edhe thot për shembull, nëse mban mend u përdor termi armës bërthamore. Edhe u detyrua që të bënte edhe një patjetër. Fati një deklarata ishte e vends që tha presidenti, bën mirë Irani ta dëgjojë presidentin sepse nuk i kemi përdorur të gjitha mjetet në këtë luftë. Dhe ajo keq interpretua më pas shtëpia e bardhë dhe e sqaroi. Nuk ka asgjë të keq interpretuar, domethënë kuptimin e kësaj. Merë kur lëshohet lajmi që lëshohet në dorë tek testatat po themi e gazetave apo editoriale, bëhet kastile vetëm për të rritur këtë pjesën e presionit. Pra është pak a shumë e njëjta teori që përdorte Nixoni atëherë, dhe fakti pastaj që tha do e kthejmë në epokën e gurit, do e zhduket si civilizim, etj, hyn pikërisht te kjo. Dhe nuk duhet harruar. Janë kthyer avionët nga rruga, ka qenë e gatshme për të goditur. Okej. Pra ishte kanë qenë në ajër, janë ngritur nga bazat të ngarkuar. Çfarë avionësh, çfarë risie do kishim nëse do goditej kësaj radhe Irani? Pra, cila do ishte ajo armë kaq e fuqishme që do ta kthente, apo le të themi do goditej infrastruktura civile? Mund të jepesh, e para njëherë u godit ishulli Karg. U godit përsëri, domethënë ishte goditur në fillim edhe u godit përsëri. Ajo që mund të vijë re në këtë rast është goditja në infrastrukturën civile. Rrugë, Hekuruda, mund shkonin me ato që ishin fabrikat e aluminit apo të naftës e të tjerë, pra gjithë infrastruktura që kishte të bënte me energjinë, edhe pjesën e industrisë përpunuese, nxjerrëse, çfarëdo lloj industrie mund godite.
çfarë mund të vijë re diçka tjetër në kuadrin e kësaj goditje ishte fakti që po goditeshin, pra të paktën nga ana e Izraelit, po goditeshin rrugë që shkonin edhe që dilin nga Teherani dhe po duket sikur po tentoi të izoloj. Okej, kryeqyteti nga rrethinat. Nga rrethinat e tjera që pastaj mbase mund të krijojë skenari për një kryengritje brenda dhe mos kishte mundësi që të lëviznin trupat, pra kjo ishte duket sikur ishte. Objektivat derisa avionët janë ngritur në ajër, janë studiuar dhe janë miratuar se nuk ngrihet një avion pa patur një objektiv të miratuar me vendim presidentit. Po. Dhe kanë qenë në ajër. Po. Katari, Kuvajti, tjerët thanë mos pra qëndronin në strehime, nuk ka shkollë gjatë këtyre ditëve, pra të gjithë ishin të bindur që do kishte një goditje. Okej. Dhe kush mendon e ndali goditjen? Kjo është pikpyetja më e madhe. Që ta mbyllim me pikpyetje, kush bëri hapin pas kësaj radhe? Trump apo Irani? Kjo është pikpyetja më e madhe sepse askush nuk e merr vesh në këtë rast. Domethënë, teoria e njeriu të çmendur ndryshuan pikat e marrëdhënies. E para njëri fut frikën kundërshtarit, po. Dhe ai mund të mendojë që ky seriozisht mund të thejë në epokën e gurit, në kuptimin e kësaj, sepse nëse ti shkatron të gjitha infrastrukturën, po. Shiko, nuk vazhdohet dot lufta, po nuk patë lek. Patjetër. Dhe nëse ti aktualisht që po flasim ne, janë rreth 40 milion iranianë që janë nën kufirin e varfërisë. Ke inflacion që është i frikshëm, ke vetë monedha e tyre ka vajtur. Po si vazhdojnë ata, me çfarë jetojnë? Në mbijetesë, në kushtet e mbijetesës, bankat nuk punojnë, ATM-t nuk punojnë, pra ata çfarë kanë parë që i kanë ruajtur, dhe ato parët e tyre janë vazhdimisht duke humbur vlerën, po. Për shkak të inflacionit. Dhe në qoftë se skenari... Po kush prodhon aty për shembull për të ngrënë? Si organizohet? Në Shqipëri, se nuk është Irani, është një vend që është 1.600.000 km², nuk është se ngeli për Franca dhe Gjermania bashkë, plus ajo është, si thuash, Francë, Gjermani, Itali, Spanjë bashkë në sipërfaqe. Kuptohet një pjesë ka shkretir, po për dëni den, dhe janë 90 milion banor. Ka gjëra që i prodhon brenda, po godite këtë pjesën dhe po godite sidomos të ardhurat e naftës, të cilën mbajnë gjysmën ekonomike. E ke nënshtruar. Praktikisht e kthe në katastrofë ekonomike dhe pastaj e ke të vështirë të ngresh kokë, sepse do të mungojnë fondet, dhe jo vetëm që të mungojnë fondet, po të mungojnë dhe infrastruktura për të marrë fonde. Pra, nëse unë ty të prish, po themi, rafinerinë e naftës, sikur ajo mos ishte prishur, ti të paktën shet naftë dhe merr sa fonde, po ti s'ke fonde, po njëkohësisht nuk ke as rafinerinë. Pra do ishte realisht, do ishte situatë shumë e vështirë ekonomike për, po themi, për Iranin, dhe kjo mund të ketë qenë që ka bërë që të ndërhyjnë ato që janë kokat jo kokat e nxehta, po kokat e ftohta, sepse ka pasur gjithmonë në Iran kokat e nxehta dhe kokat e ftohta. Për shembull, ai që u vra, Ayatollahu, që ishte i fundit, ai kishte nxjerrë një fatva që ishte kundër armës bërthamore, po. Ndërkohë që kishte të tjerë që thoshin duhet ta kemi. Por dhe vetë brenda Gardës Revolucionare kishte dy rryma. Njëra thoshte duhet kemi armë bërthamore. A janë më agresiv këta të rinj se sa ata? Rreziku nuk është. Dhe vetë brenda Gardës Revolucionare kishte dy rryma, një rrymë që ishte për që të kishim armë bërthamore, dhe rryma tjetër thoshte nuk duhet kemi armë bërthamore, se nëse e marrim ne, do e marrë dhe Arabia Saudite, do marrin tjetër, na ikën çdo leverage që kemi krijuar me proxy, me armatim. Pra, duket sikur në këtë situatë kush e gjeti zgjidhje nuk e dim, do mbetet enigmë. Është një teori pastaj që Trump donte dilte në situata dhe i tha atij të Pakistanit bëj ti sikur. Por ajo që dihet është fakti që mos harroni Rusinë. Ajo që dihet është fakti që Irani nuk i pranoi para sa ditësh. Po, 45 ditorin. Edhe dihet dhe ndërhyrja e Kinës, pra që është bërë në një farë mënyre publike. Sokol, se jemi në fund. Shtëpia e Bardhë dhe Pakistani falendëruan specifikisht Kinën për hyrje të fortë energjike ditën e fundit. Po pse çfarë mund të ketë bërë Kina? E ka detyruar Iranin të pranojë. Tash flasim për kanale diplomatike. I ka thënë të pranojë të paktën pikat amerikane, siç amerikanët do pranojnë të tyret për të ulur në bisedime. Për të arritur armëpushimin. Ajo tabela mbrapa është dhe në Kinë, që ta dish. Nuk mendoj. Ajo tabel brapa është dhe në Kinë. Kjo po, e qartë. Pra efekti është dhe në Kinë. Gjithë efektet janë botërore, nuk është. Do dilë edhe unë që nuk mendoj se u arrit armëpushime apo ulja në bisedime sepse u tromb Irani, sepse Irani ka 1 muaj në bombardime
plus luftën e parë të qershorit dhe mund të zgjasë edhe shumë më tepër. Por është ajo tabela që mund të friksoj në një ekonomi të ndërvarur globalisht, frikson gjithë globin. Pra, thamë që nëse shkatrohet, nëse Irani do merrte goditjen infrastrukturë civile dhe energjetike dhe industriale, ai ka kapacitetet raketore dhe raketahese që dalin nga nën toka, nga shkretira, godasin, të rriqen dhe zhduken prap, për të goditur me njëjtën mënyrë, dhëm për dhëm. Dëmi do ta bënte gjithsesi. Dhe dëmi do bëjnë në gjithë gjirin persik. Kështu që Sokol, përsa i përket, kjo tabel mendoj se i friksoi të dyja palët dhe globin mbar që të ulesh. Që thrisin arsye. Përsa i përket ndryshimit të regjimit të ajatullave, është e vështirë me këtë situatë? Është për tu parë tani se çfarë fryme, se çfarë do lidh më pas. Është dekapituar gjithë aparati drejtues, është zvendësuar nga të tjerë të rinj që duhen parë, janë hardliner, a janë të bërthamës të fort apo janë më të liberal. Për shembull, Lariani ishte personi që negocionte për çështjet bërthamore, uli me amerikanët, uli me evropianët në bisedime. Pas ti, nëse vjen një antar i gardës revolucionare që ka qenë për të zhdukur Izraelin dhe Amerikën, është një rebus që duhet parë. Pra, ky është një rrezik që mbarti dhe dekapitimi i elitës politike në Iran. Pra, bombardimet mund të sjellin edhe këtë kosto, që të paparashikueshme. Bombat mund të jenë të sakta, të koordinohen në objektiva deri diku, sepse ajo shkolla e vajzave tregoi që bëjnë edhe gabime fatale, të rënda, por bombat mund të mbartin këmbëzën e shkelin në politikanët, dhe politikanët mund të bëjnë kalkulime të gabuara, si në këtë rast. Pyetja ime është, a ka shanse që Irani në një moment të kthehet në një shtet laik, siç ka qenë para revolucionit? Do ishte vështirë? Po, në kohën e ajatollave mendohet të vështirë, sepse sado që ata e kanë hequr këtë detyrimin e hijabit apo burkës vitet e fundit, gjithsesi flitet për... Por the për një strukturë tjetër shteti? Jo, ka një kulturë dhe një linjë politike shumë të ndryshme nga kjo që thua. Faik? Kam përshtypjen se në Iran plaga është akoma e nxehtë. Dhe pasi të përfundojë gjitha kjo qoftë me këtë marrëveshje me ditë të shtyra apo një marrëveshje e përhershme, aty do fillojnë të shikohen pastaj me ftohtësi plagët që ka marrë Irani, po them si popull. Dhe janë 92 milion banor, të cilët kanë qenë në kushte të vështira, mbi 40 milion kanë qenë para konfliktit në mbijetesë dhe kanë përshtypjen se është në një emergjencë humanitare. Mund të jetë dhe kjo? Patjetër, jo mund të jetë, do jetë dhe do shfaqet në kohën kur të baroj lufta, kur të ftofen emocionet dhe kur njerëzit të kenë vështirësi në mbijetesë. Dhe aty do të shikojmë pastaj se si do të reagojë populli, se unë jam dakord me atë që u tha pak më parë që kur diskutuam dhe bashkë që pse nuk del populli sepse ato janë nën bombardime, sigurisht patjetër. Kjo është jashtëzakonisht vështirë, dalësh sot dhe të bësh protestë sepse do merret edhe si kundër shtetit, si kundër vendit dhe do të keq interpretohet dhe nuk mundet të ngrehen revolta. Po pasi të përfundojë e gjitha kjo dhe pasi regjimi të mundohet të mëkëmbet në strukturë politike, aty do të shikohet se çfarë dëmi ka shkaktuar çfarë pasojë. Ne po flasim për dëme që kanë ardhur deri në Shqipëri apo vende të tjera të botës. Jo, më pasojat do jenë të vështira. Por imagjino se çfarë dëmi ka psuar ekonomia iraniane kur ka qenë gjaje e shkatërruar. Kështu që aty do fillojë pastaj lëvizja e brendshme, aty do fillojnë përplasjet, aty do fillojnë pastaj edhe çështjet politike, sepse unë nuk besoj se do shkojnë kaq në harmoni leadershipi i Gardës Revolucionare bashkë me ekimin politik, sepse aty do të marrin meritat kush e ka meritën për fitoren e imagjinuar që do ta interpretojnë ata në vendin e tyre dhe besoj që do ketë dhe një përçarje të brendshme dhe kjo do të sjellë edhe fundin e regjimit. Për ta mbyllur Ergis, në takimin e afërt mes Trump dhe Xi, çfarë mund të diskutohet aty? Fati i botës, fati ekonomik i botës apo Kjo nuk diskutohet, vendi i parë dhe vendi i dytë që janë diferencë. Nuk e di, është e vërtetë që Kina ka kaluar në vendin e parë të botës apo është në terma nominal po. Pra në GDP-s botës. Si vendi i cili në GDP per capita në terma në vlerë reale, po. Po, jo GDP per capita. Prodhim bruto. Power purchase parity, Purchasing power parity, pra për vlerën e ka kaluar, po. Pak fare, pra aty, apo mos e qem hallin në Amerikës për këtë pikë, po si volum
si volum ekonomie dhe me gjitha si proceset dhe struktura ekonomie janë dy vende të cilat ka shumë vende bosh krahasim me vendet e tjera. Të imagjinosh që Gjermania që është vendi apo Japonia mos gaboj. Është 5 Gjermania tashmë. Është ka rënë Gjermania. Pra unë kam ditur në vend 4, duket ta vend 3, Gjermania, Japonia më duket është në vend 3. Në vend 3, vend 4 tani ka kaluar do të ketë kaluar në një shtet tjetër se Gjermania ka qenë vend 4. Gjermania e ndante këtë gjën deri diku me Britaninë, pastaj me Britaninë, jo Gjermania është e 4 po. Jo, Gjermania është e 4. Gjermania është e 4, kështu që nuk është. Se po kujtoja sa trilion janë, kështu që Gjermania është e 4 po. Okej. Dhe diferenca është e frikshme me dy vendet e para. Unë shpresoj që ajo që do vendosin tjetë për një strukturë ekonomike botërore që të paktën ne të vegjëlve, me gjitha kësaj zonës tonë Evropës, e cila është humbsja më e madhe e këtij konflikti. Nuk folën fakt për këtë se do të duhet ta trajtojmë. Nuk po e them prapë unë, tha presidenti e Këshillit Ekonomik Evropian që Europa prapë është humbsja e madhe e luftës. E luftës. Duhet ta pranojmë këtë gjë. Do që do vuajë pasojat më të mëdha mbas zonës së luftës. Unë shpresoj që ato të marrin vendime të cilat ne do të na japin një mundësi për një rritje mirëqenie në vendeve më të vogla në këtë zonë. Një plan të dytë Marshall. Falenderoj, ndërkohë ne kemi ardhur në fund të emisionin për mbrëmjen e sotme. Jemi marrë edhe një herë me situatën për shkak se sot ndodhi arpushimi, ditën e shtunë pritet të nisin negociatat me në krye Vance. Nuk e di ende kush do jetë nga Irani, është dhe kjo pikpyetje. Presidenti, jo, është një i dërguar. Është caktuar? Ministri i jashtëm vetëm me një fjali. Jo, ishte një personazh më i rëndësishëm. Duhet përfaqësuesi i parlamentit, ishte një përfaqësues i parlamentit. Ai kryetari i parlamentit. Po, dhe ministri i jashtëm. Okej. Mirë, këta do jenë në Islamabad, pra kryetari i parlamentit dhe ministri i jashtëm për Iranin dhe zëvendës presidenti amerikan Vance, ku do diskutohet mbi 15 pikat amerikane dhe 10 pikat e Iranit. Ndajemi këtu, natën e mirë dhe mirupafshim.